Fillimisht të ftoja dy zonja, zonjën Sara Bodo, drejtore ekzekutive e Agjencisë Kombëtare të Rinisë dhe zonjën Ermonela Xhafa, drejtore ekzekutive e Agjencisë Kombëtare të Diasporës, për të nënshkruar një marrëveshje mes dy agjencive që i mundson të rinjve më shumë mundësi të diasporës në Shqipëri, por dhe shqiptarëve në diasporë. Lëvëndin. Përshëndetje gjithëve, unë jam Ermonela Xhafa, jam drejtore ekzekutive e Agjencisë Kombëtare të Diasporës, pjesë e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Kjo marrëveshje që unë shkruaj sot, mban në vetveten e saj diskutime dhe debate, pa diskutim, por mban realisht një mesazh shumë të qartë. Rinia, diaspora, adveu. Pra ne duhet të bëjmë atë që të lidhim institucionet me rinin dhe me diasporën. Mendoj që është një marrëveshje shumë e bukur dhe rinia që ndodhet sot këtu duhet ta ketë qartë që tani më aktivitetet e tyre në diasporë do të kenë edhe një kraku të mbështeten Agjencinë Kombëtare të Diasporës, pa diskutim Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Ju falenderoj shumë gjithëve. Nderuar ministër, nderuar drejtoresh, kjo në fakt është një marrëveshje shumë e rëndësishme për ne si Agjenci Kombëtare e Rinisë me Agjencinë Kombëtare të Diasporës. Të rinjt shqiptarë në diasporë nuk duhet të shihen si pjesë e pandar e realitetit ton kombëtar. Është shumë e rëndësishme që ne t'i promovojmë, t'i bëjmë pjesë të jetës tonë të përditshme, të aktiviteteve tona të përditshme, dhe jo thjesht me lafologji, por me gjëra konkrete. Letën jetë kjo marrëveshje një pikë start shumë i rëndësishëm që ne të nxjerrim dhe të bëjmë më të pamundurën për të rinin shqiptare. Ne në fakt kemi nxjerrë programe shumë të mira për diasporën. Një nga programet që kemi nxjerrë janë talentet rinore, ku ne financojmë të rinë shqiptarë që janë talente në të gjithë botën që të konkurrojnë në kompeticione ndërkombëtare. Ne ofrojmë shpenzimet akomodimit, të udhëtimit, po dhe çmime të parë, dyta dhe të treta. Dhe kjo do jetë një nga pikat që ne do bashkëpunojmë. Gjithashtu dhe grupet jo formale dhe talentet tjera. Është herë e parë që Agjencia Kombëtare e Rinisë në Këshillin Kombëtar të Rinisë ka 2 të rinj nga diaspora. Një nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një nga Anglia. Kështu që le ta nisim. Dhe jam shumë e sigurt që ne do bëjmë punë shumë të bukura bashkë me Agjencinë Kombëtare të Diasporës. Faleminderit gjithëve. Do të doja të ndaja një sekret të vogël, që në fillimet që u mendua puna për të filluar summitin, por sidomos këto 3 javët e fundit, u mendua që të bëj një bashkëpunim. Dhe kjo gjeti miratimin e menjëhershëm të ministrit Ferit Hoxha, një vullnetarizëm të rinjve të Agjencisë Kombëtare të Diasporës, të cilët aplikuan dhe sot ju i keni në këtë sallë dhe kanë qenë pjesë të gjitha paneleve, për të cilat mund të themi me krenari që ka shkuar, gjërat kanë shkuar mirë dhe ndjemi krenar për këtë gjë. Dua të falenderoj Sarën dhe të gjithë vullnetarët e saj, të cilët morën pjesë në të gjitha panelet. Zonja Xhafa, me që jeni këtu, po ju bëj ftesën për të bashkuar në panel. Atëherë paneli sotëm, ky panel në fakt ka një diskutim nga komunikimi tek bashkëveprimi, diaspora si partner funksional dhe ndërveprimi në institucionet shqiptare. Është folur shumë për strategjitë e diasporës, kemi një strategji nga viti 2021-2025, e cila është ende në fuqi, por
ajo çfarë është duke punuar në këtë moment është strategjia e re e diasporës 2026-2030, e cila për cilën Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme ka ngritur një grup pune ndërinstitucional me gjithë drejtoritë e saj, por dhe një grup tjetër që është jashtë ministrisë. Dhe padyshim ky do jetë fokusi i këtij paneli. Ftova zonjën Ermonel Xhafa, drejtore ekzekutive e Agjencisë Kombëtare të Diasporës, ftoi zëvendëskryetarën e Parlamentit të Shqipërisë, zonjën Klodiana Spahiu të bashkohet në këtë panel. Faleminderit zonjë Spahiu. Ftoi zonjën Valmira Aguzi, konsulente e JOM për strategjinë. Zonja Aguzi. Ftoi zonjën Erinda Ndroqi, eksperte vlerësuese strategjisë aktuale të GIZ. Zonja Ndroqi. Po ashtu ftoi zonjën Joniada Bajraba, drejtore integrimit, koordinimit, marrëveshjeve dhe asistencës për më shumë si një studente shqiptare e cila ka jetuar dhe punuar në New York, bashkohet në panel. Dhe i fundit, por jo nga rëndësia që të mbajë fjalën e parë, Ministri për Europën dhe Punët e Jashtme zoti Ferit Hoxha. Zoti Ministër, paneli është për ju. E ju jeni këtu. This is the room I want. A full one, a full house. Ju e keni parasysh se si e ka emrin kjo sallë? Është salla e Vetingut. Këtu janë bërë torturat e vërteta për ata që janë bërë sot personazhet e drejtësisë së re që donim, që duam e që duam të kemi. Kështu që unë jam i përgatitur për një seancë të torture të radhës dhe e kam dashur dhe e kam imponuar këtë seancë, sepse mendoj që ky moment dhe paneli nuk është ky, me gjithë respektin tim për zëvendëskryetaren e Kuvendit dhe një nga deputetet më të respektuara të kësaj legislature dhe për gjithë kolegët e mi dhe për gjithë pranishmit, paneli do të jetë ky. Paneli vërtet. Dhe eksaktësisht në këtë formë kisha dëshirë dhe jam i lumtur që salla është plot, në mënyrë që të marrim shumë pak kohë ne që do flasim për atë që është dokumenti në stadin aktual të strategjisë, sepse duam që dëgjojmë dhe mbasi t'ju kemi dëgjuar, duam të shohim çfarë mund të kapitalizojmë, çfarë mund të bëjmë ndryshe, çfarë mund të marrim dhe pastaj t'ju ftojmë për të lexuar tekstin e vërtet, për të komunikuar me ne, për të na thënë ato që ju mendoni se duhet t'i dim në mënyrë që të bëjmë atë që duam të bëjmë, siç kemi thënë në partneritet, duke u pasur aktor dhe jo spektator, duke u pasur bashkëveprues dhe jo dëgjues. Dhe unë duhet besoj se tani është momenti pothuajse përfundimtar i samitit, të gjitha takimet fillojnë dhe mbarojnë në kohë të caktuar, janë akoma disa aktivitete shumë të rëndësishme që janë duke zhvilluar në të gjitha katet e kësaj ndërtese, por duhet besoj që atë që mendonim në fillim, që nuk dinim se si do të mund ta kapitalizonim, që të bënim të mundur që ndryshe nga herët e tjera, ose ndryshe nga disa herë të tjera, të merrnim maksimumin e mundshëm të pyetjeve, komenteve, edhe kritikave, se absolutisht janë të shëndosha, mund të bijem dakord, mos bijem dakord, po do duhet të dëgjojmë njëri tjetrin sepse përndryshe nuk do bijem asnjëherë në një konsensus. Përpara se të ndaj disa refleksione mbi rolin e të ardhmes, ose si shikojmë ne, të ardhmen e diasporës shqiptare dhe drejtimin strategjik që ne duam të japim këtij partneriteti, mbasi kemi punuar për 10 vjet, mbasi kemi testuar disa forma të ndryshme, mbasi kemi testuar disa forma organizative, kam dëgjuar nga aty ku kisha mundësi të isha gjatë ditës së djeshme, që ka një keqardhje që nuk është më Ministria e Diasporës. E dini që ka qenë Ministria e Diasporës? Ka qenë një ministri shteti me 5 vet, nga cilët njëri ishte ministri, një personalitet i respektuar, i padiskutueshëm dhe ka bërë absolutisht sa ka mundur, por sot kemi një arkitekturë tjetër. Dhe vetëm Agjencia e Diasporës, do flasit drejtoresha, ka një staf disa herë më të madh, një personel disa herë më të madh se sa ka qenë Ministria e dikushme. Pra, fakti që nuk kemi një ministri të veçantë dhe që është bashkuar me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme, si një dimension i rëndësishëm, nuk është as vlerësim, as ulje në rang, por është thjesht për ta pasur parasysh në prioritetet e aksionit ton me jashtë. Pra, që mos kishim një ministri të veçantë që merret vetëm me diasporën dhe një ministri që merret me marrëdhëniet me jashtë, apo një ministri që merret me bashkëpunim ekonomik me jashtë, po të kishim një qëndërzim, një sintoni dhe sinkroni të fortë në lidhje me bashkëpunimin ton me diasporën në kuadër të gjithë aksionit ton ndërkombëtar me jashtë.
Këtij paneli, pikërisht për këtë i kemi alokuar kohën më të gjatë të çdo paneli tjetër. Të gjitha panelet e tjera kanë qenë 1 orë çerek, 1 orë gjysmë maksimumi, ky do të jetë pafund. Nuk do dalim parën dakord që ju kemi dëgjuar. Më thanë që është një zonjë këtu që do bëj trouble. Thashun do ta marr fjalën e para, pasi diskutim. Domethënë, and let's see how it works. Unë kam thënë dhe dje dhe e them dhe e përsis prap sepse e besoj që nuk kemi thjesht një diasporë jashtë vendit, por kemi një Shqipëri jashtë kufinjve. Dhe këtë nuk e ngatrojmë me Shqipërinë me harta e kudiun e tjera. Kemi një Shqipëri me talentet të cilat kanë vendosur të jetojnë, të hedhin rrënjë diku tjetër. Dhe ne nuk do të thrasim të vini back në Shqipëri. Po doni hajdeni, si turistë të tjera. Por do ta merrni fjalën e para zonjë, po mos më ndërprisni. Herë e fundit që ndërprisni. Por ne duam të shohim se si t'ju ftojmë të bëni aktor nëse besoni në angazhimin ton, në sinqeritetin ton, në qasjen ton dhe në atë që do ta bëjmë bashkë. Nëse do rrim më njanë dhe të flasim nga Italia, nga Anglia, që shiko sa keq që keni bërë, sa të korruptuar jeni, faleminderit, atë e dim. E kemi provuar ne. Hajde t'i bëjmë gjërat bashkë, hajde të shohim se si mund t'i bëjmë forcat bashkë e t'i rregullojmë bashkë për të tërë ne. Që ne t'jemi rahat sepse ne kemi vendosur të jetojmë këtu. Dhe jeni të sigurt që ne që kemi vendosur të jetojmë në këtë vend, ne që kemi vendosur të harxojmë energjinë, kohën dhe të rrisim kalamajt në këtë vend, të ndërtojmë familjet në këtë vend, ne jemi më të interesuar për ta bërë të Shqipëri, për ta çuar të Shqipëri atje ku të tërë e kanë dashur që prej momentit të parë që ka shpërmbushur diktatura në Evropë. Atje ku jeni ju sot, ne do sjellim Shqipërinë dhe do sjellim Evropën me më të mirat e veta këtu. Ky është angazhimi i kësaj qeverie, ky është angazhimi i Ministrisë së Drejtori, i tërë personelit diplomatik shqiptar, dhe kjo është sfida e madhe që është e imja në këtë detyrë. Dhe po të mos besoja qoftë dhe një sekond, kur nuk do isha kthyer nga detyra ku isha për të marrë të detyrë e cila është 100 herë më vështirë se ajo që bëja përpara. Ju thash që në 2018 kur kemi filluar të mendojmë seriozisht, pasi menduam që kemi arritur një lloj pjekurie për të parë që kishim dalë nga fazat fillestare, që na ishte ulur inati i braktisjes së vendit sepse ky vend nuk bëhet, ja që u bëka. Që ky vend është i nëmur, ja që nuk qenë ka dha i nëmur. Pra, që nga i moment ne kemi filluar të mendojmë se si mund ta ndërtojmë marrëdhënien tonë ndryshe. Dhe ju thash, po e përsëris, kemi testuar forma të ndryshme. Jam i bindur dhe nuk kam frikë ta them, nuk kemi gjetur akoma modelin e duhur. Dhe strategjia që ne duam të ndërtojmë tenton të na çojë në një plan veprimi i cili të jetë i ndryshëm nga ato që kemi bërë më parë dhe të jetë sa më i konkret. Një gjë konkrete u firmos pak më parë. Këto janë gjërat që duam të bëjmë ne, që cilat bien në kuadrin e përgjithshëm. Këto janë veprimet që duam të ndërtojmë dhe do të shohim ta bëjmë dhe do të mendojmë ta bëjmë në arsim, në inovacion, në marrëdhënie tregtare, në forma të ndryshme të bashkëpunimit ekonomik etj përmes forumeve, përmes aktiviteteve, po gjithmonë përmes gjenerimit të ideve. Idet çojnë në aktivitete. Këtë duam të bëjmë dhe këtë do synojmë. Sot kemi 4 element të shkartisur në administratën publike shqiptare që merren me diasporën. Kemi Agjencinë Kombëtare të Diasporës, drejtoresha është këtu. Kemi Këshillin Koordinues të Diasporës, të cilët janë përfaqësuesit e grupeve e komunitetet të caktuara të diasporës në një moment caktuar dhe kryetari është në rreshtin e parë edhe anëtarë të tjerë. Kemi Qendrën e Botimeve për Diasporën, e cila është në një institucion tjetër. Dhe kemi Qendrën e Studimeve dhe Publikimeve për Arbëreshe. Pra kemi 4 institucione të ndryshme të cilat veprojnë me kokën e tyre, me mendjen e tyre. Natyrisht, agjencia është në kuadër të Ministrisë së Punës së Jashtme, mundohemi të jemi të sinkronizuar, por edhe ky është për mua sot një lloj eksperimenti. Do të shikojmë nëse kjo është qasja më e mirë për t'i mbajtur në këtë formë, apo do t'i bashkojmë ndryshe, apo do të krijojmë një diçka më të qëndërzuar, një formë më të strukturuar dhe më të disiplinuar. Megjithatë, do ta bëjmë këtë mbasi të jemi menduar mirë, mbasi kemi bërë analizat e duhura dhe mbasi të jemi të bindur që kemi mësuar nga këto praktika dhe na duhet të avancojmë drejt modeleve më efikase. Por ajo që di unë, e që për cilën jam i bindur, nuk jemi aty ku duhet. Nuk kemi atë që na duhet për të bërë atë që duam. Dhe ky është konstatimi.
Dhe prandaj duam që në këtë moment të diskutimit të strategjisë së re, kemi provuar 2 më përpara, duam që strategjia e re të jetë sa më e shkurtër, të ketë sa më pak ujë, të ketë sa më pak fjalë të bukura, të ketë sa më shumë action oriented elements. Dhe kjo është sfida që na pret. Kemi bërë një vlerësim të periudhës 2021-2025. Dhe sinqerisht janë konkluzonet tona, është vlerësimi ynë, është një vlerësim i sinqert, pasi është puna jonë dhe kemi parë që na duhet më shumë koordinim, pra s'kemi qenë mirë të koordinuar, na duhet më shumë koherencë, siç përmenda këto element të ndryshëm të cilët bëjnë një punë jashtëzakonisht të mirë, por secili sipas perspektivës, planit dhe të punës, dhe na duhet ajo që nuk e kemi dhe do të dalë tek një element interesant, të masim rezultatet. Sot në Shqipëri nuk ka asnjë institucion, nuk ka asnjë medje, nuk ka asnjë website, nuk ka absolutisht asnjë moment komunikimi të di se ç'a bën diaspora. Dhe një nga sfidat e mia ka për qenë një atlas i të gjitha aktivitetet që diaspora i bën dhe pa ne, ose i bën me ne. Unë shpresoj t'i bëjmë me ne. Dhe do mundohemi t'i bëjmë bashkë me profesi diplomatike, bashkë me kolegët e mi, të cilët në vende të ndryshme janë absolutisht aktiv, të organizuar dhe bashkë rëndues. Po do fillojmë me një atlas për të ditur ç'a bëhet në Kanada, ç'a bëhet në Suedi, ç'a bëhet në Spanjë, ç'a bëhet në kudo, sigurisht në Zvicër, në SBA, kudo ku ka aktivitete, shoqata, grupe, individ, të cilët bëjnë aktivitete. Ca i bëjnë për qefin e tyre, ca i bëjnë për festën kombëtare, ca i bëjnë për festet e tyre, pak rëndësi ka. Këto janë aktivitete ku në formën e një tjetër gjithmonë shpaloset dëshira, energjia dhe vrulli i komuniteteve tona. Është një hap shumë modest, nuk do na ndryshojë në gjë të madhe, por do na japë një pasqyrë, shpresoj unë. Më të qartë se çfarë bëhet ku. Sepse kemi një rrjet të pafund shoqatash, të cilat janë krijuar sipas vullnetit, dëshirës dhe planeve të gjitha tyre që i kanë krijuar, por nuk kemi një rrjetizim. Janë të palidhura. Nuk është se komunikojnë njëra me tjetrën. Hajde të shohim se si t'i bëjmë për të komunikuar. Dhe kjo më çon tek një nga elementet e strategjisë tonë. E thash dhe dje dhe do e përsëris dhe nuk do lodhem të përsërituri deri në momentin më të fundit. Ne nuk mund të veprojmë me diçka të cilën nuk e njohim, të cilën nuk e dim se ku është. Dhe mirë apo keq, turp apo jo, ne nuk e dim akoma se ku i kemi njerëzit tanë. Dhe kjo është fatale, siç e thotë zonja. E tha zonja, është fatale. Tani, kjo nuk është fatale, po kjo nuk është fatale, është work in progress. Unë juve s'kam për t'ju harruar më. Të është sigurt. Po mua s'ke nevojt më vësh në punë. Shiko, mua s'ke nevojt më vësh në punë, se unë jam në punë. Mua vetëm po ma vure motori më shumë, unë do digjem. Zonjë me gjithë respektin do jap gjithë kohën që dëshironi, zonjë me gjithë kohën, me gjithë respektin. Mbaroj ministrit, do keni kohën tuaj për pyetje. Zonjë, ju lutem. Zonjë. Okej, zonjë, ju lutem. A ka mundësi të përfundoj ministri me një herë, do japun fjalën sa kohë të doni ju. Zonjë nderuar, do merrni fjalën e para dhe do keni Ajo që duam të bëjmë me ose pa zonjën është që nuk duam të kemi më deklarata politike. Nuk duam të kemi më fjalë të mira, të bukura që ja themi njëri tjetrit, sepse kam përshtypjen që i kemi thënë të tëra që janë për të thënë. Ajo që duam është një kontratë e re besimi. Një kontratë besimi e jona me diasporën, me komunitetet, me shoqatat dhe natyrisht një kontratë besimi në sensin që të kemi qartësinë tonë se ku na nevojitet ose ku mund të na jetë e vlefshme dhe impaktuese diaspora. Dhe për këtë t'jeni të sigurt që tek ministria që unë drejtori, tek të gjitha ato institucione që unë i përmenda, do të gjejmë vetëm mundësi, respekt dhe besim. Na testoni për këtë, dhe da shikoni. Ajo që është e re në krahasim me dokumentet e mëparshme është gjithashtu lidhja që duam të bëjmë
me atë që është thelbësore në këtë moment, lidhja me procesin e integrimit evropian. Asnjë gjë në këtë Shqipërinë tonë të bukur nuk bëhet më pa qenë e lidhur, e kam lexuar të s'ka gjë. Pa qenë e lidhur me procesin e integrimit evropian. Absolutisht asnjë gjë. Asnjë ligj nuk miratohet, asnjë rregullore nuk aprovohet, asnjë takim i qeverisë nuk bëhet pa pasur një pikë aty, pavarësisht pikave të tjera ku jemi me procesin e integrimit evropian. Dhe duam ta kemi këtë vëmendje, këtë fokus totalisht të qartë si kolon për të gjitha ato që do shkruajmë në strategjinë e re. Sepse vetëm duke se di që do më bëni pyetjen, po si do ta bëni Shqipërinë më të mirë që të kthehen bitan të vinë këtu të punojmë. Ne do ta bëjmë Shqipërinë duke punuar ditë e natë. Ne do ta bëjmë Shqipërinë duke u munduar të bëjmë më të mirë me ato mundësi që janë tonat. Ne do ta bëjmë më të mirë më të shpejt nëse bëhemi bashkë. Por ne do ta bëjmë Shqipërinë më të mirë duke e futur në Evropë. Sepse do ta bëjmë Shqipërinë si Italia, si vendet nordike, si vendet baltike, si Irlanda e si të tjerët. Sepse do ndjekim të njëjtat rregulla, të njëjtin model, të njëjtën qasje, të njëjtën mendësi. Ky është angazhimi ynë dhe kështu do ta bëjmë Shqipërinë më të mirë, më të dashur për ata që sot janë student, në mënyrë që mos kenë nevojë të kërkojnë as punë, as kualifikime shtesë të panevojshme jashtë, po të integrohen në një treg i cili do jetë më dinamik. Tani, shumë shkurt, cilat janë ato 4-5 elementet kryesor të strategjisë. I pari, si thash, do mundohemi të kemi një qasje që të jetë sa më pak e fragmentarizuar, por të jetë sa më çrëndëzuar. Pra, institucionet ose do të kenë një modus operandi shumë më të qartë njëri me tjetrin, ose do t'i rikuadratojmë në një kuadër të ri. Së dyti, ajo që është shumë e rëndësishme dhe është përmendur dhe unë për këtë do t'ju inkurajoja të bëni përpjekjet tuaja, është garantuar e drejta e votës. Mendoni se si mund garantohet e drejta e përfaqësimit. Ka modele nga më të ndryshmet, kjo nuk është as në dorën tonë, kjo nuk është as element që mund ta fusim ne në strategji dhe se do diskutojmë për atë, kjo është në dorën e partive politike. Pra domethënë, ne duhet të shohim se si diaspora të ndihet e përfaqësuar dhe atë që kemi thënë në të jetë pjesë e vendimmarrjes. Së treti, dhe është e rëndësishme, edhe pse e dim, edhe pse e përsërisim, edhe pse kemi shumë të qartë, forcimi, ruajtja e identitetit. Përmes gjuhës, përmes kulturës, përmes aktiviteteve, por dhe përmes aktiviteteve më specifike. Përmendi ajo zonjusha që firmosi në emër të AKR-s, Agjencisë Kombëtare të Rinisë, që kemi programe bashkëpunimi, kemi konkurse, do të vlerësojmë më të mirët në fushë të caktuara, do t'i ftojmë, do të paguajmë etj. Domethënë absolutisht, domethënë gjëra që janë bërë dhe më përpara. Do të kemi programe specifike në kuadër të agjencisë apo në çfarëdo kuadri që të jetë e mundshme për studentët në forma nga më të ndryshmet, në mënyrë që të jenë të interesuar të vinë, të shohin, të njohin, të informohen dhe të gjithë kohën e tyre ta shfrytëzojnë për qenë antena të mira të një realiteti që po ndryshon në Shqipëri. Realiteti në Shqipëri mund të ndiqet me 1 milion forma të ndryshme. Askush nuk mund të thotë se nuk është informuar çfarë ndodh në Shqipëri. Shtypi në Shqipëri është pluralist. Por është tjetër gjë ta shikosh përmes shtypit ose artikujve dhe nganjëherë përmes algoritmeve që ju japin atë që kërkoni. Merrni një, ju japin 2 të njëjtë. Është ndryshe të vish të shëtisësh në Tiranë, të shkosh në Vlorë, në Durrës apo të shkosh në Vermosh. Shqipëria ka ndryshuar shumë më shumë se sa mund ta pasqyroj çfarë lloj medie sot apo çfarë lloj shkrimi apo çfarë lloj faqe Facebook. Shqipëria është absolutisht në një transformim të jashtëzakonshëm. E katërta, dhe këtu kemi një mangësi dhe do duhet, sepse nuk varet vetëm nga Ministria e Jashtme, është i gjithë dimensioni ekonomik, tregtar, gjithë dhomat e tregtisë, të gjithë elementet e ndryshëm, të gjithë individet që operojnë në fushën e ekonomisë, tregtisë, sipërmarrjes. Aty kemi një deficit dhe do duhet të mendojmë të gjejmë mënyrën më mirë që i gjithë ky komunitet, her pas here, përveç se të jetë në kontakt, përveç se të jetë në dieni të oportuniteteve që ka në Shqipëri, të ketë mundësi që her pas here të bëjmë aktivitete të dedikuara. E di që pas pak kohësh do bëhet një aktivitet në Prishtinë, do duhet mendojmë se si mund ta bëjmë edhe në Tiranë apo në Durrës apo kudo tjetër, sepse zakonisht gjërat në Shqipëri ndodhen vetëm në Tiranë. Dhe e fundit është ajo që e përmenda pak, është hartëzimi, dhe unë këtë e kam shumë merak.
hartëzimi i komuniteteve tona, i njerëzve ku janë, ku operojnë dhe sidomos regjistrimi vullnetar. Ministria e Jashtme është duke punuar dhe ka pak a shumë teknikisht të gatshme një platformë ku kushdo, nëse është interesuar, nëse ka atë mindset dhe atë shpirt që gjetem sot këtu në këto 2 ditë, të regjistrohet pa dhënë të dhëna të cilat nuk interesojnë askujt, por thjesht për të ditur se ku janë shqiptarët e interesuar për të ndërvepruar me atë dhe unë. Në çfarë fushë janë, në çfarë fushë mund të operojnë. Kemi një regjistër të vockël, por që prapë është i paplot për mjekët, për profesorët, për inxhinierët, për gjithë botën akademike. Më ka qelluar për mësuesit ose kandidatët për mësues, për ata që janë në fushën e kulturës e të identitetit, për shkrimtarët, për gazetarët, se përmendën që s'përmendën as gazetarët ditën tjetër. Pra, për të gjithë, nuk di se çka ka të rezervuar të thuash që unë jam diplomat dhe jam në Kopenhag. Domethënë, tu s'ka asnjë dhënë, po kjo na ndihmon në mënyrë që duke pasur pasqyrën e qartë se ku janë komunitetet tona, të orientojmë më mirë dhe shërbimet konsullore. Të orientojmë më mirë dhe praninë tonë diplomatike. Të shohim më mirë se ku ja vlen të investojmë në forma të caktuara brenda mundësive që kemi në mënyrë që të kenë impaktin më të madh dhe të kenë rezultatet më të mira. Tani, ajo që duhet të them është që ne duhet kemi një sinergji dhe të kemi një ide të qartë. Nëse ndajmë të qasje, duhet jemi komplementar dhe jo të ndarë. Duhet jemi të bashkërenduar se s'mund të jemi të fragmentuar. Nuk mund të jemi me aktivitetet vockla që të bëjmë një këtu një atje. Prandaj dhe ka qenë ideuar ideja e summitit dhe prandaj këtë summit e kemi bërë në këto 2 ditë e gjysmë më shumë me 19 panele. U munduam të mos lëm asnjë aspekt të rëndësishëm për jetën tuaj dhe të rëndësishëm për impaktin në Shqipëri. Mbase do bëjmë 25 herës tjetër ose 35, pak rëndësi ka, po ama të jemi të qartë që këto janë fushat që na interesojnë, këto janë fushat që na duhen, sepse këto janë ato ku do ndërtojmë elementet e veprimit tonë. Tani, unë po e mbyll të tëra këto, unë i kam shkruar vetë to, kështu që s'kam shumë problem dhe më them për t'i lexuar, por duhet të them edhe një herë. Ajo që duam të bëjmë është ndërtimi quarja më lartë e asaj që është arritur. Ata që kanë filluar përpara nesh kanë bërë sa kanë mundur, kanë bërë sa kanë ditur, kanë pas sa kanë pasur mundësi. Na takon neve ta çojmë më lart. Nëse besojmë në një qasje, nëse besojmë që kemi energji të cilat mund të investojmë në mënyrë të zgjuar, të strukturuar, të koordinuar në vend, mos hezitoni, do t'ju krijojmë platformat dhe mënyrat më të mira për të komunikuar dhe për të marrë përgjigje. Nuk do ju kërkojmë asnjë gjë sepse diaspora nuk na kërkon asnjë gjë neve. Në thelb, diaspora na kërkon vetëm vëmendje dhe dëgjim. Do t'ju japim në mënyrë që të bëjmë më të mirën bashkë. Për fjalën tuaj dhe për prezantimin, atëherë për të sqaruar dhe janë të gjithë pranishmet, do të japim kohën secilit prej panelistëve, më pas do keni të gjithë kohën, siç e tha dhe ministri, ky panel nuk përfundon pa marrë gjitha pyetjet. Kështu që unë kam nderin të ftoj zonën Klodiana Spahiu, zëvendës kryetare e Parlamentit të Shqipërisë. Zonja Spahiu, foltoria është për ju, mund të flisni. Unë tjetër doja përpara se të niset e ju diskursin tuaj, një pyetje që cilën mund ta elaboroni pak më vonë, çfarë ka bërë Kuvendi i Shqipërisë për diasporën dhe a duhet pyetje që kanë të gjithë ndoshta, duhet ketë Parlamenti i Shqipërisë udhëse specifike për diasporën? Kjo është pyetja ime, më pas ju vijoni. Shumë faleminderit për pyetjen. Tani mbas fjalës shumë të strukturuar të ministrit, edhe sipas porosisë ministrit, unë nuk do ta lexoj fare fjalën time, sepse duhet i bie shkurt se duhet flisnit ju dhe jo ne, dhe kjo është shumë e drejtë. E para do ta nis me një falënderim zemre për këto 3 ditë që i kaluam bashkërisht dhe që ishin vërtet shumë emocionuese dhe u ndan eksperjenca nga më të ndryshmet në të gjitha fushat. Dhe kur flet në fund të një konference, është shumë më e thjeshtë sepse ke kaluar eksperjencat në të gjitha panelet, ashtu siç u diskutua më parë nga ministri. E dyta është një falënderim zemre për të gjithë përfshirjen tuaj në procesin e votimit. Dhe e treta është falënderimi për të gjithë kontributin që ju keni dhënë dhe do të vazhdoni ta jepni, dhe pas fjalimit vërtet shumë inkurajues, unë besoj që ky kontribut, që jo se nuk është vlerësuar deri më tash, por ky kontribut i këtij niveli do të shkojë shumë më lart në të gjitha fushat, në ekonomi, në inovacion, në shëndetësi,
në kulturë, në art, kudo. Me thënë vërtetën, kam qenë prezente në të dyja ceremonitë e ndarjes së çmimeve, edhe të presidentit dhe të kryeministrit, dhe në mendimin tim, si kalor si urdhrit Skënderbeut dhe si shqiponja e art, ju takon të gjithëve. Dhe nuk mund bëhet dot asnjë diferencë. Dhe këtë nuk do ta them sepse dua t'ju bëj qefin, por e them sepse kam përjetuar në këto 2 vite takime që ndoshta në 16 vite të karrierës time si deputete nuk i kisha përjetuar. Dhe ndoshta ajo nxitja e procesit të votimit na bëri ne që të lidhemi shumë më tepër me diasporën. Dhe kjo është e vërtetë. Dhe unë dua sot të them gjërat e vërteta. Të them gjërat që duhet ndryshojmë dhe duhet përmirësojmë dhe padyshim pranojmë edhe kritikat tuaja. Kritika të cilat unë i kam pranuar dhe i kam diskutuar me kolegët në çdo takim që kam patur me diasporën. Fatmirësisht edhe në sajt të një pune intensive të Ministrisë dhe të diasporës, të Agjencisë Kombëtare të Diasporës, kemi patur një lidhje të vazhdueshme në shtete të ndryshme, por ajo që më ka impresionuar më shumë, padyshim, kanë qenë takimet dhe puna shumë e madhe që bëhet dhe përkushtimi shumë i madh i mësuesve tanë kudo në diasporë për mësimin e gjuhës shqipe. Dhe unë dua një duartrokitje sepse vërtet e kuptoj shumë mirë që të investohesh dhe t'jesh i suksesshëm në biznes, në inovacion, në art, në teknologji, është investimi yt personal. Dhe ti arrin atë nivel sepse ke kërkuar dhe nga vetja. Të investosh nga koha jote, nga koha e familjes tënde, nga fëmijët e tu, dhe të trashëgosh gjuhën shqipe, është një gjë që ne nuk duhet ta harrojmë kurrë. Dhe unë jam e nderuar dhe e respektuar që tashmë në strategjinë e re dhe në vendimet e reja, gjuha shqipe do të jetë e standardizuar, por nuk duha të ndalem në këtë aspekt sepse Agjencia e votimit për diasporën ndoshta do t'ju paraqes platformën e re, sepse është e domosdoshme në fakt që të kemi një kornizë të përbashkët europiane të referimit për gjuhën, sepse ne duhet patjetër që ta kemi të standardizuar dhe të certifikuar. Dhe dua t'ju marr shembullin me arbreshët, sepse besoj që nuk e di nëse në sallë ndodhet në një arbresh apo jo. Para pak kohësh isha në Hora dei Albanesi dhe atje ndjeshe shumë mirë kur ti kaloje dhe banorët flisnin shqip, flisnin arbërisht, më mirë. Dhe janë shumë të shqetësuar që ajo gjë të ndodhi në të gjithë regionet ku flitet arbërishtja, në të 50 zonat ku flitet arbërishtja. Dhe janë shumë të interesuar që këto komuna të jenë bashkë, të kenë një program dhe të kenë një standardizim të mësimit të gjuhës. Ndjes që u fokusova shumë tek mësuesit, por realisht takimi që kam patur në Londër me shoqatën Ardhmëria të Lutfiut edhe takimi që kemi patur në Kret ku u organizua padyshim edhe një seminar i 15 ku ishin të ftuar edhe shkencëtar nga Shqipëria të gjuhës shqipe, ishte vërtet shumë emocionues. Faleminderit nga zemra mësuesit, do t'i përmend me emër, edhe Klaritën edhe Lutfiun dhe gjithë ju bashkë, sepse bëni atë që ju a thash, hiqni orë nga jeta juaj. Tani unë dua të fokusohem pak tek bashkëpunimi me parlamentin. Në qoftë se unë kam patur një iniciativë dhe nga dëshira e madhe për ta thelluar bashkëpunimin me parlamentin dhe diasporës me parlamentin, kjo punë nuk duhet të jetë më çështje dëshire, duhet të jetë detyrim. Pra, tashmë janë krijuar kushtet dhe është domosdoshmëri që deputetët e parlamentit shqiptar të kenë lidhje të vazhdueshme me diasporën, padyshim edhe nëpërmjet trupave tonë diplomatik se nuk bëhet pa ta, po dyert tona të konsullatave dhe padyshim të duhet të jenë të hapura, sepse ndjehesh shumë krenar kur ti shkon dhe merr një perceptim shumë pozitiv atje ku shkon për diplomatët tanë kudo që janë, sepse në të vërtetë Shqipëria është atje tek ajo derë. Kështu që mendoj që puna jon duhet jetë si një trinom. Pra, diaspora, parlamenti, qeveria, që i bëjnë
bashkë të treja, diplomatët tanë që janë atje, por mbi të gjitha intensifikimi i punës son të përbashkët, qeveri parlament, për të patur një program përbashkët. Agjencia Kombëtare për Diasporën çdo vit referon në Komisionin për Kulturën, Diasporën, Turizmin. Tani, a do të mjaftonte kjo? Unë them që diskutimet që janë bërë dhe informacionin që ne kemi patur se çfarë ka ndodhur në strategjinë 2021-2025, ishte shumë i domosdoshëm për ne për të dëgjuar, për të marrë vesh, por kur ti shkon dhe e kupton shumë mirë se çdo të thotë, se çfarë bëhet realisht, arrin të perceptosh dhe të ndjesh atë çfarë ndodh vërtet me diasporën shqiptare. Kjo strategjia e re që do diskutohet më pas dhe pikat kyçe të shtyllave kryesore i përmendit e ministri, unë do ta vlerësoja maksimalisht që të përfshihet edhe Kuvendi i Shqipërisë, të përfshihemi të gjithë në këtë strategji dhe ashtu siç po diskutohet për të qenë varianti më i mirë dhe për të qenë varianti ku ju nuk trajtoheni më si diasporë që vetëm në kuptimin dashamirës, por jeni ato që bashkërisht me ne hartoni politikat e përbashkëta. Dhe nëse ne e shikojmë në këtë sy, padyshim që do të jetë krejt ndryshe. Pra, kjo që kemi arritur deri më tash është mirë, por duhet të jemi shumë më mirë. Dhe nuk dua ta vazhdoj më tej fjalën time sepse dua t'ju lëkoj ju vërtet dhe pres nga të gjithë pjesëmarrësit që janë këtu sot. Padyshim që do ketë debat dhe ka debat, sepse ka dhe kërkesa dhe ku ka debat ka zhvillim, por rëndësi ka që ne kemi dashamirësinë për ta bërë vendin ton shumë më mirë se sot. Dhe për të arritur ato objektiv që në fakt është objektivi shqiptarëve dhe që ne kemi detyrim të gjithë që jemi në sallë dhe jashtë kësaj salle, që ne duhet të ulemi në tryezën evropiane në 2030. Dhe këtë ja kemi dhënë fjalën shqiptarëve dhe kanë shumë vite që e presin. Ndaj mendoj që një angazhim shumë më i madh i joni dhe i juaj këtë gjë do ta bëj realitet. Shumë faleminderit. Okej, zonja Smail, shumë faleminderit. Pyetjen time besoj do ta marr përgjigjen kur të jetë sesioni pyetjeve përgjigjeve lidhur me ulëset e dedikuara për diasporën. Kam kënaqësinë të ftoj zonjën Ermonera Xhafa, drejtore ekzekutive e Agjencisë Kombëtare të Diasporës. Zonja Xhafa, fjala për ju. Unë bajta pak të them të vërtetën se këmbët na dridhen edhe nga lodhja po edhe nga paneli që kemi përpara. Ministri me drejt tha që jemi në provë. Dhe kur vendosëm të bënim këtë panel, ishte me vërtet një provë. Ministër, këtu keni antarët e Këshillit Koordinues Diasporës. Keni ambasadorët. Po keni edhe Klaritën me shqiponjat e saj të arta. Keni Anilën, mësuesen me shumë vlera nga Anglia. Keni gjithashtu Lutfiun. Keni edhe si përmarrës me sukses që kanë ardhur nga Italia, Visin edhe Seldin. Gjithashtu keni Ajnën nga Zvicra e cila aspiron të merret me kulturën, me ambasadën, me gjërat. Keni Stenaldon i cili është bërë yll tani më i media shqiptare. Keni Admirën e cila është një pianiste me shumë vlera e marrë me shumë dekorata nga presidenti i Ungarisë, nga presidenti shqiptar. Keni njerëz me vlera pa diskutim nga Këshilli Koordinues i Diasporës, Anilën, e cila ka dhe një qendër shumë të bukur, së bashku nuk shikoj Besmirin. Besmir dorën, të lutem. Cezarin i cili erdhi nga Australia dhe ju fascinoi kur tha që janë 30.000 shqiptarë në Australi, gjë të cilën nuk e dinim. Por kemi edhe Gentin nga Polonia. Kur bëm një takim së bashku me kolegen time të nderuar Silvanën në Poloni, ne zbuluam që ishte një diasporë e re, shumë intelektuale me student dhe u vum për herë të parë në kontakt me ta në nëntorin e këtij viti. Po kemi gjithashtu edhe Shaqen nga Kopenhageni, e cila është një nga patriotet më të mëdha këtu në Shqipëri. Kemi edhe Federovën patjetër që unë realisht një nga gjërat që do bëj është mbasi të mbaroj ky takim, do ulem siç më ka thënë ministri të mbaj shënim kërkesat tuaja dhe mund të rrim edhe deri në 6 e 7 të darkës pa merak.
Pra, kjo të regoj... harrova Kanadan, po. Kemi Albanën, kemi Mendin, vajza me shumë vlera, kemi edhe zonjën e nderuar gjithashtu. Një nga sfidat e Agjencisë Kombëtare të Diasporës është që t'jetë pranë jush, pa diskutim. Por do t'ishte shumë mirë, siç tha dhe ministri, që ndoshta t'ishin të gjitha në një ombrell, sepse her pas here më pyesin kush je ajo e librave, ndërkohë që e librave është kolegja ime nderuar Moza këtu. Dhe na pyesin, do më thënë, do ishte shumë mirë që të mos kishte fragmentizim, të ishin gjithë së bashku. Kjo strategji e re e diasporës është, dhe mendoj që është në shinat e mira për të bërë diçka, do më thënë, që do na përfshit gjithve. Pa diskutim që në momenti që ne kemi draftin 1, sepse aktualisht kemi draftin 0, duke qenë se presim të kemi edhe kontributet tuaja dhe ju lutem fokusoni vetëm te strategjia, pa kërkuar që ne realisht ju themi do t'ju bëjmë këtë, do t'ju bëjmë atë, sepse në një takim përpara 4-5 ditësh të shpesht këto kohët e fundit, me ministrin i thash, ministër, na duhet pak më shumë buxhet. Më bind pse të duhet ky buxhet. Do të thënë, çfarë do bësh, ku i ke projektet, ku i ke gjërat që ti kërkon, që unë të shkoj tek Ministria e Financave dhe të kërkoj dhe të them që ky është arsyetimi, ky është çfarë kanë arritur deri tani dhe pse duhet ta kërkoj këtë gjë. E nderuar zonja Spaju, ju thatë që s'kemi nga arbëreshët, ne kemi më të nderuarin në arbëreshëve. Kështu që i kemi të gjithë në këtë panel. Agjencia Kombëtare e Diasporës erdhi si një domosdoshmëri, pa diskutim, me shumë vlera, ka punonjës shumë të mirë në këtë agjenci, janë duke punuar brenda kornizave të tyre, do doja që edhe ne të bënim diçka më shumë, pra edhe kur nuk kemi mundësi për trajnim, ta krijonim vetë këtë trajnim. Një nga arsyet pse ne bëm një marrëveshje me Agjencinë Kombëtare të Rinisë është edhe kjo mënyrë, do të thënë që edhe ne ti mësojmë të rinj, po edhe të rinjt na mësojmë ne. Gjërat që duhet bëjmë më mirë, pa diskutim ka shumë gjëra që duhet bëjmë më mirë. E para, kuadri ligjor. Mendoj që ka shumë nevojë për ndryshime. Dhe ekspertet e nderuara të Gizit dhe të Jomit do na parashtrojnë vlerësimet që kanë bërë për strategjinë aktuale 2021-2025 dhe 2026-2030. Jemi 2030, pra mos harroni, Shqipëria 2030 duhet jetë brenda në Evropë, siç e tha ministri, kjo është aspirata e të gjithëve ne. Duhet të bashkohemi të gjithë së bashku sa mundemi të sjellim të mirën këtij vendi, jo me idenë, e tha shumë bukur dhe ministri dhe kryeministri gjatë fjalëve të tyre, përshëndetje, jo me idenë që duhet detyrimisht të vini ju në Shqipëri, por ne duhet të ndërveprojmë me njëri tjetrin që të quhet një punë e bukur dhe të mos quhet më work in progress. Këto ditë summitit kanë qenë shumë intensive, të ngarkuara, por edhe shumë të vlefshme. Secili prej nesh kanë ndjer pjesën e drejt për drejt, kemi mbajtur shënime të gjitha ato që keni thënë, me të mira, me të këqija na kanë pëlqyer, s'na kanë pëlqyer, por shënimet i kemi mbajtur. Brenda sonte duhet i çojë ministrit të gjitha kontributet e paneleve dhe ju lutem na kurseni në momentin që do të bëni pyetje dhe përgjigje, që të na jepni kohë, domethënë që takohemi edhe me ju, po edhe të bëjmë dhe punën tonë. Dhe ky ishte një reflektim që realisht forcimi i politikave për diasporën nuk është vetëm çështje institucionesh, por edhe çështje bashkëpërgjegjësie, besimi dhe misionit përbashkët, siç e kishte emrin ky panel. Dua t'ju bëjmë dije që këtu kemi dy institucione shumë të rëndësishme me të cilat ne bashkëpunojmë, që është Gizi dhe Jomi. Madje Alma ka sjell një projekt shumë të bukur, të cilin do t'ja dorëzoj ministrit më pas, ndoshta mund të gjejmë një pikë të përbashkët për ta zbatuar. Po i lë vendin ekspertëve, ju faleminderit shumë të gjithëve që keni ardhur, por dua të falenderoj në mënyrë të veçantë, realisht, edhe kjo është shumë e ndjer. Ministrin për Evropën dhe punët e jashtme. Gjërat që po bëjmë në këtë një muaj që është ministri, ne si agjenci, nuk i kemi bërë pothuajse në 2 vjet. Faleminderit. Padyshim edhe në kryetaren e parlamentit, e cila është një zë shumë i mirë dhe shumë afër Agjencisë Kombëtare të Diasporës, panelin e nderuar, ju jeni të nderuar. Faleminderit. Shumë faleminderit zonja Xhafa dhe pak dua me njerë të ndalim e pak tek ekspertët, sepse është radha tyre për të folur, dhe doja të nisë pak me zonjën Erinda Ndroqi, eksperte vlerësuese e strategjisë aktuale nga GIZ. Zonja Ndroqi, tashmë jemi të gjithë sy e vesh për të parë strategjia 2021-2025. Si ka qenë
A është ka arritur objektiva dhe çfarë do duhet të ndryshohet nga ajo strategji? Faleminderit shumë Thimi, faleminderit shumë të nderuar pjesëmarrës, zoti ministër. Me thënë të drejtën është shumë kollaj të flasim ose të reflektojmë mbi gjetjet e strategjisë, dokumentit të mëparshëm, sepse ju e skanuat pak a shumë në keywordet kyçe, ato më të rëndësishmet. Unë kam përgatitur një fjalim, po si kundër... Nuk doja që ta afroja shumë. Doja që të kumboj, zër. Është strategjia vjetër, do duhet të dëgjoj më mirë strategjinë e re. Angazhimi im në vlerësimin e kësaj strategjie është bërë e mundur përmes mbështetjes GIZ Shqipëri. Etleva është këtu, burimin e shikoj, po nuk janë vetëm këta dy aktor shumë të rëndësishëm dhe të dashur patjetër që kanë bërë të mundur këtë proces, shumë të rëndësishëm, reflektimi, por janë inputet e ardhura nga çdo institucioni përfshirë dhe këtu zoti ministër ka përmendur të gjithë infrastrukturën ose arkitekturën institucionale që lidhet me diasporën, që përgjigjet drejt për drejt për përfaqësimin dinjitoz të shtetasve shqiptarë që ndodhen jashtë shtetit dhe jo vetëm, dhe në fazën tonë ose në pjesën e reflektimit kemi pasur shumë dilema. Nëse do bëjmë atë çekimin e indikatorëve, që një dokument strategjik i ka standard dhe është fare e kollajshme nëse e kemi arritur apo jo, apo do flasim me impakt. Dhe kur flitet për impakt, flitet për zërin e të gjithëve. E di, jam shumë e vetëdijshme që këto ditë të samitit nuk janë shteruse për të gjithë aktorët, e di që është hapur një punë jashtëzakonshme tash nga pjesa e angazhimit të drejt për drejt të Agjencisë Kombëtare të Diasporës dhe jo vetëm, edhe aktorëve të tjerë, por nga qasja personale në momentin kur mu besua kjo detyrë, me thënë të drejtën e pash sa impaktuar jam unë personalisht me pjesën e diasporës dhe numrova të gjithë njerëzit e mi të afërm të familjes që i kam jashtë. Pra, jemi duke folur për njerëz, për familje tona, jemi duke folur për shtetas shqiptar, të cilët sipas kushtetutës së Shqipërisë janë me zë, janë me të drejta, ju i përmendët të drejta civile, politike dhe jo vetëm ekonomike, kulturore, të qëndësishme, jo vetëm për shkak të lindurit si shqiptar, por për shkak të gëzimit aktual ose të gëzimit të drejtave në mënyrë efektive. Në nivel kushtetuse, përmenda pak, më lejoni të citoj Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë, ndoshta është e rëndësishme edhe për ta risjellë në vëmendje, nenitet përcakton detyrimin e shtetit për të mbrojtur të drejtat e shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë territorit dhe për të garantuar atyre mbështetje në ruajtjen dhe zhvillimin e lidhjeve me identitetin dhe trashëgiminë kulturore kombëtare. Në fakt nuk është një formulim deklarativ, kemi të bëjmë me një detyrim kushtetues. Fillon në enitet dhe pastaj mëtej më lejoni të citoj gjithashtu si juriste e kam dobësi pjesën e citimit të saktë të legjislacionit, kuadrin ligjor që lidhet me diasporën. E përcakton një përkufizim i ri, e përcakton atë si një realitet të përbërë nga komunitetet historike shqiptare në botë, shtetasit shqiptar të lindur në Shqipëri dhe që jetojnë jashtë saj, individet me origjinë shqiptare të lindur jashtë vendit, të cilët ruajnë lidhje të qëndrueshme gjuhësore, kulturore dhe identitare me Shqipërinë dhe shprehin vullnet për t'i mbajtur këto lidhje aktive. Në fakt, nuk është vetëm një përkufizim ligjor, një përkufizim teknik, është një element shumë specifik, një element shumë i rëndësishëm, i qëndësishëm, që vendos një realitet të dyfish si themel të politikave të politikës së diasporës, integrimin me vendet pritëse dhe lidhjen aktive me shtetin e origjinës. Dhe në këtë kuadër, vlerësimi strategjisë nga ana jon nuk mund të reduktohet vetëm me matjen e performancës institucionale, por na detyron të vlerësojmë ose të risjellim në vëmendje rëndësinë e konceptimit të ndërhyrjeve jo thjesht si administrimi i proceseve, por si aftësi për të arritur tek qytetari kudo ku ai ndodhet. Dhe në fakt në procesin e vlerësimit, i cili
Sikundër ju e përmendët, orientohet në prioritetet kryesore që strategjia ka pasur, por për audiencën sot jam e bindur që GIZ Shqipëri GIZ e ka vënë në dispozicion edhe dokumentin ose gjetjet kryesore. Ju lutem, pjesa më e madhe e institucioneve të ulura në këtë panel kaq interesant janë konsultuar dhe kanë sjell inputet e tyre. Dhe jam shumë e kënaqur që inputet ose ato gjetjet tona, edhe pse pak revolucionare në fillim ose që kërkojnë një punë të jashtëzakonshme, janë reflektuar ose mbahen sot në konsiderat në shkrimin e strategjisë së re. Shumë shkurtimisht, edhe sepse jemi në limitet të kohës, në 30 sekonda nëse mund ta përmbajmë. Faleminderit. Një përmbledhje, ndoshta risjellje në vëmendje, sepse ministri i përmendi, qartësia e plot në ndarjen e përgjegjësive ndërinstitucionale. Kush bën çfarë, në cili nivel dhe me çfarë instrumentash. Shumë e rëndësishme në momentin që jemi për shkak edhe të heqjes së klishesë së zakonshme të bërjes së disa aktiviteteve, por të impaktit që këto aktivitete sjellin në komunitetin e gjerë të diasporës. E dyta, ndoshta risi, në fjalën tuaj ju përmendët domosdoshmërinë e bashkëpunimit ndërinstitucional. Për mua personalisht është shumë e rëndësishme edhe vëmendja tek një sistem i koordinuar i datave. Pra të dhënat e mbledhura të jenë të koordinuara, gjithkush ta di se ku duhet të referojë dhe si duhet të mblidhen, të jenë të aksesueshme dhe funksionale, dhe përfshirë edhe vetë diasporën në mënyrë që politika të mos mbetet e perceptuar, po të jetë e bazuar në evidencë. Së treti, garantimi plotit të drejtave civile, politike, ekonomike, kulturore dhe filantropin, kësaj radhe e sjellim në vëmendjen e të gjithëve si një pjesë e një standardi të unifikuar shtetëror. Më vjen shumë mirë që panelistët, edhe zoti ministër, por edhe zonja për emocioni. Përfaqësuesja e Parlamentit zonja Klodi e përmendi pjesën e përfaqësimit faktik në nivelet larta politike. Ka ardhur momenti, është 2026, gjithçka, çdo infrastrukturë brenda Shqipërisë e garanton qoftë të drejtën e votës, po edhe të drejtën e përfaqësimit politik. Së katërti, standardizimi i shërbimeve në nivel vendor, një komponent i fundit, dhe faleminderit shumë. Ne deri më sot kemi folur shumë për pjesën e pushtetit qendror. Çfarë duhet të bëjmë për angazhimin e strukturave në nivel bashkish dhe në nivel rajonesh për Shqipërinë. Jemi në moment shumë të mirë, qeveria ka në prioritetet e veta dhe reformën territoriale. Shpresoj shumë që strategjia e re e diasporës të jetë një dokument ndërsektorial. Ju falemderit në gjithë. Shumë falemderit zonja Ndroqi për gjithë prezantimin që bë. Tashmë e ka zonja Palmira Guzi, konsulente jon për strategjinë 2026-2025. Tashmë jemi të gjithë sy e vesh për të parë çfarë do prodhoj drafti, ose më saktë çfarë ka drafti zero. Drafti zero. Shumë falemderit, është vërtet kënaqësi, por është edhe emocion i madh që të jesh në një panel të tillë, një panel i cili i ka sy drejt të ardhmes, drejt strategjisë kombëtare të diasporës 2030. Në rolin e konsulentes të organizatës ndërkombëtare për migracion, do përpiqem që të ndaj me ju disa zhvillime kryesore të procesit të hartimit të draftit zero, por i cili do të evoloj, dhe jam shumë e lumtur që strategjia hartohet në këtë momentin e summitit. Jam përpjekur që të ndjek disa panele dhe realisht kam arritur që të marrë jashtëzakonisht informacione edhe ide të shkëlqyera nga të gjithë ju. Artimi i këtij dokumenti realisht ka nisur me mandatimin e një grupi ndërinstitucional pune me urdhër të kryeministrit. Dhe pse ndërinstitucional? Sepse diaspora patjetër që ka nevojë për qasjen e të gjitha institucioneve. Pra nuk mundet të jetë domen i vetëm një ministrie apo vetëm një institucioni. Dhe ajo IOM Shqipëri është duke mbështetur me një grup ekspertësh, ne jemi 3 ekspertë, njëri është ndërkombëtar dhe jemi 2 ekspertë lokal.
njëri që jam unë i fokusuar tek pjesa narrative dhe kolegja ime e cila do të bëj pjesën e buxhetimit të planit të veprimit. Është shumë element i rëndësishëm që të kemi buxhete të dedikuara për të gjitha masat e strategjisë së ardhshme të diasporës. Dhe është fakt që prej vitit 2016 IOM Shqipëri është realisht duke investuar dhe duke ndihmuar qeverinë shqiptare në forcimin e partneritetit të shtetit me diasporës në iniciativa konkrete, të cilat kanë mbështetur njëkohësisht edhe zbatimin e strategjisë së mëparshme. E ndodhur në presionin e kohës dhe mbas gjithë diskutimeve të panelistëve është shumë e vështirë që të kaloj teknikisht dhe të flas për metodologjira se si është ngritur strategjia, por dua të ndaj me ju vetëm dy qasje. Dy qasje të cilat janë inovatore, por njëkohësisht janë edhe qasje që janë të provuara ndërkombëtarisht. E para dhe më e rëndësishmja është diferencimi strukturuar i diasporës. Ç'do të thotë kjo? Konkretisht, ne mendojmë, së bashku me ekspertët e tjerë, por edhe me Agjencinë Kombëtare të Diasporës, që diaspora duhet të diferencohet. Në kontekstin, ne kemi revizuar 3 gjenerata. Është gjenerata e parë e diasporës, ajo gjenerata që është e lidhur kryesisht me remitancat, investimet ekonomike, por njëkohësisht edhe ajo diasporë që ndoshta në këtë moment ka nevojë edhe për ca shërbime sociale. Është diaspora transnacionale, ata që jetojnë midis dy vendeve, midis dy kulturave, që janë edhe ura të shkëlqyera lidhse midis për sa i përket aktiviteteve ekonomike pa ato kulturore dhe sigurisht gjeneratat e dyta dhe të treta. Burim i jashtëzakonshëm për sa i përket ideve inovative dhe njëkohësisht edhe promovimit të imazhit të Shqipërisë. Por patjetër, ne si ekspertë kemi të domosdoshme që kur hartojmë një dokument politik të shikojmë të dyja kontekstet, dhe kontekstin kombëtar dhe njëkohësisht edhe atë ndërkombëtar. Dhe ky dokument që hartohet është totalisht në unison me dokumentet e politikave prioritare të qeverisë shqiptare dhe njëkohësisht me gjithë kuadrin ndërkombëtar. Dhe këtu më duhet të përmend Paktin Global për Migracion të Sigurt, të rregullt dhe të rregulluar dhe njëkohësisht Agjendën 2030 të Kombeve të Bashkuara. Dy këto dokumenta jashtëzakonisht të rëndësishëm, pa diskutim që reflektohen, do të reflektohen edhe në strategjinë e ardhshme. Por patjetër, zemra e kësaj strategjie, themelet e kësaj strategjie është procesi i integrimit në Bashkimin Evropian. Dhe këtu dua të ndaj me ju qasjen e re, ju thash të parën, kjo është e dyta, ideja e qarkullimit të trurit. Është shumë interesante se si profesionistë të diasporës, aty ku ndodhen, mund të arrijnë të kontribojnë për vendin e tyre. Dhe këtë koncept duam ta sjellim sot në strategjinë e re. Dhe unë kam shumë kënaqësi që të ndaj me ju iniciativën më të fundit të IOM Albania, që është pikërisht fellowshipi i diasporës. IOM sapo ka lançuar një thirrje e cila vjen për të gjithë profesionistët e diasporës jashtë vendit, të cilët mund të aplikojnë online, ne do ndajmë me ju më pas linku, njëkohësisht edhe QR kodin, dhe mundet të bëhen pjesë dhe mundet të suportojnë institucionet shqiptare nga aty ku janë, pra në mënyrë remote. Kjo është një model që është i testuar. Funksionon që prej 2017-ës dhe janë angazhuar 52 profesionistë nga diaspora, të cilët kanë pasur ndikim të qëndësishëm në reforma të rëndësishme të institucioneve shqiptare. Ky program zbatohet nga IOM Shqipëri dhe është një program i cili është në koordinancë të plotë me zyrën e krye negociatorit. Unë ju ftoj të gjithëve të na kërkoni linkun ose të vim t'ja u sjellim dhe të aplikoni pse jo. Shumë shkurtimisht, e gjithë kjo analizë që është bërë, sepse realisht është bërë një punë shumë e madhe, konkludohet në 4 objektiva shumë të rëndësishëm strategjik. I përmendi ministri, i përmendi zonja Xhafa, shkurtimisht vetëm 2-3 element që më pas edhe të diskutojmë. Objektivi i parë strategjik i strategjisë, do të jetë pikërisht konsolidimi i kuadrit ligjor dhe arkitekturës institucionale për diasporën. Patjetër, ligji për diasporën ndryshoi në fund të vitit të shkuar, por siç përmendëm, janë një mori ligjesh të cilat lidhen për sa i përket kuadrit rregullator të diasporës dhe njëkohësisht një numër i madh i vendimeve të Këshillit të Ministrave që vijnë prej tyre. Dhe për sa i përket arkitekturës institucionale, me të drejtë ministri diskutovi disa institucione që veprojnë në mënyra paralele, por që në vitin 2019 ka zhvillime shumë të rëndësishme dhe për sa i përket, faleminderit,
dhe për sa i përket diasporës që trajtohet në nivel lokal. Dhe faktikisht, nga vlerësimi i strategjisë së mëparshme, ne vëmë re që ka një mungesë lidhjeje. Në të 61 bashkitë ekzistojnë 61 zyra vendore për migracionin dhe diasporën. Prandaj, dhe kjo strategji duhet të ketë edhe qasjen lokale, sepse shpeshherë një përfaqësuesi i diasporës e ka më të thjeshtë të shkojë dhe të trokaste dera e bashkisë sesa të vi tek agjencia apo tek ministria. Shtylla e dytë e strategjisë sigurisht përfshirja drejt për drejt e diasporës në jetën publike dhe procesin e integrimit evropian. Dhe këtu është shumë e rëndësishme formëzimi i rrjeteve të ekspertëve. Ekspertë tjerë të dedikuara të cilat duhet të japin kontributin, kanë dëshirë të japin kontributin në fusha të caktuar për sa i përket pjesës së negociatave. Dhe kjo sërish është interinstitucionale. Çdo ministri, çdo institucion duhet të ketë të formalizuar këto rrjetet e bashkëpunimit. Elementi i tretë ose shtylla e tretë është pikërisht ndërrimi i diasporës në një faktor strategjik të zhvillimit ekonomik kombëtar. Dhe këtu tani jemi në momentin që ndoshta duhet të mendojmë për zhvillimin e mekanizmave të dedikuara për diasporën, mekanizmave financiare gjithmonë, dhe njëkohësisht lehtësimin e të gjitha njohurive apo teknologjisë dhe inovacionit për të transferuar në praktikën tonë kombëtare. Dhe shtylla e katërt, ekstremisht e rëndësishme, është ajo shtylla e shpirtit, si i thonë, ruajtja, promovimi dhe transmetimi i identitetit kombëtar në diasporë, ku sigurisht gjua është në themel të gjithave, por sigurisht edhe projekcioni për të menduar në lidhje me qendrat e diasporës. Të gjitha këto janë duke u diskutuar, ende nuk kemi arritur të kemi një version final të veprimeve konkrete dhe masave prioritare, por jam shumë e lumtur që ky draft do të vite të gjithë ju dhe më pas do kemi mundësinë që ta diskutojmë. Ju falenderoj shumë për vëmendjen, ishte shumë kënaqësi. Ky është QR kod që mund të aplikoni. Po e lë në dispozicionin tuaj. Shumë faleminderit dhe një gjë të fundit. Unë do doja të falenderoja përzemërsisht agjencinë dhe ministrinë, sepse na kanë lënë një porosi që kjo strategji të shkruhet shqip, të dëgjohet shqip dhe mbi të gjitha të zbatohet shqip. Suksese. Shumë faleminderit. Zonja Gruza, është më rëndësishme të zbatohet, sepse ndonjëherë strategjitë në letër ne kemi shumë të mira, flas nga eksperjenca si gazetar. Kemi plot dokumentat të mira, puna është çalojmë tek zbatimi. Uroj shumë që kjo të zbatohet në detaje. Junadia Barjaba do na bashkohet tani, drejtoria e integrimit, koordinimit, marrëveshjeve dhe asistencës, por mbi gjitha si një vajzë që ka studiuar jashtë dhe ka vendosur të kthehet në Shqipëri. Nderuar ministër, të nderuar antar të diasporës dhe përfaqësues të institucioneve. Çështja e diasporës për mua nuk është vetëm një çështje profesionale, por edhe personale. Siç u përmend pak më parë, pas një periudhe të gjatë studimesh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, vendosa që të kthehem në Shqipëri dhe të nis rrugtimin tim profesional pranë Ministrit të Shtetit për Diasporës dhe Agjencisë Kombëtare të Diasporës. Kjo më dha mundësinë që ta shoh diasporën në të dyja anët, njëkohësisht si pjesë e saj, por edhe si pjesë e institucioneve të cilët angazhohen për të bashkëpunuar me diasporën. Dhe pikërisht nga kjo përvojë kuptova që diaspora nuk është një kategori statike. Diaspora është gjithmonë në zhvillim, është një çështje që është në zhvillim. Mundësitë e angazhimit për diasporën janë gjithmonë aty, por është e rëndësishme të dimë se si t'i zhndërojmë dëshirat e diasporës në veprim konkret dhe të qëndrueshëm. Le të jemi sinqert, shpesh herë ndër vite kemi folë për diasporën si burim remitancash, dhe ky kontribut nuk mund mohohet. Kemi folur për diasporën si nostalgji, apo kemi folur për diasporën si ruajtëse e gjuhës shqipe dhe kulturës shqiptare. Por, kjo është vetëm një pjesë e vogël e historisë së diasporës. Sot, diaspora është shumë më tepër, se sa e kemi diskutuar. Sot, diaspora është kapital njerëzor. Sot, diaspora është rrjete profesionale, njohuri dhe eksperiencë ndërkombëtare. Diaspora është një inxhinier në Gjermani, është një sipërmarrës në Greqi apo në Itali, është një studiues në Australi apo në SBA, është një profesionist
që lëviz midis tregjeve dhe ideve globale. Dhe pikërisht ky transformim i diasporës e vendos atë në një rol të ri strategjik, pra e vendos jo vetëm si aktor ekonomik apo kulturor, por edhe si një aktor i rëndësishëm strategjik. Në një botë të ndërlidhur, diaspora bëhet një urë që lidh Shqipërinë me botën. Diaspora bëhet një urë që lidh Shqipërinë me tregjet, me institucionet apo me vendimarrjen ndërkombëtare. Diaspora është një aset i rëndësishëm i diplomacisë moderne, duke kontribuar në rritjen e pranisë ndërkombëtare të Shqipërisë, duke kontribuar në forcimin e marrëdhënieve të Shqipërisë me vendet partnere dhe në mbështetjen e procesit të integrimit. Kjo fazë në të cilën ndodhemi, procesi i integrimit nuk e dobëson rolin e diasporës, por përkundrazi e fuqizon rolin e diasporës në këto momente. Por përpara se të ndërtojmë politika efektive, siç u përmend pak më parë edhe nga ministri, është e rëndësishme që të ndalemi dhe të pyesim veten se kush është diaspora jon, ku janë ata dhe çfarë bëjnë ata, çfarë bëjnë anëtarët e diasporës. Sepse strategjia jon është krijimi i një lidhje funksionale midis diasporës dhe zhvillimit të vendit. Samitet si ky janë të rëndësishëm. Ato krijojnë hapësirë për dialog, ide dhe bashkëpunim. Por sfida jon mbetet që kjo energji të mos mbetet vetëm brenda mureve të diskutimeve nëpër samite. Qëllimi ynë është që Shqipëria të njihet si model dhe si lider në mënyrën se si angazhon dhe bashkëpunon me diasporën e vet. Si e bëjmë këtë vizion realitet? Nëse duam që brenda vitit 2030 diaspora të jetë partner strategjik, duhet që të fokusohemi më shumë te rritja e angazhimit të diasporës në vendimarrje. Duhet që të fokusohemi më shumë te ndërtimi i instrumenteve për bashkëpunim ekonomik dhe sipërmarrje, ashtu edhe sipërmarrjen transnacionale e cila u përmend pak më parë nga ekspertja. Të krijojmë modele që mundsojnë kontribut pa pranim fizike të anëtarëve të diasporës sonë. Sepse sot, kontributi diasporës nuk kërkon më një bilet kthimi. Sot, një ide mund të udhëtojë më shpejt se sa një person. Një investim në vend mund të krijojë më shumë vende pune pa kërkuar rikthimin e anëtarëve të diasporës në vend. Një konsult online mund të ndryshojë jetën e një studenti në Shqipëri. Ne e kemi parë shpesh potencialin e diasporës dhe angazhimin e diasporës me vendin. Përmendur këtu tërmetin e vitit 2019 apo pandeminë globale. Diaspora në këtë raste nuk priti për ftesë, nuk priti për struktura perfekte, ajo veproi. Dhe kjo tregon se lidhja ekziston. Ajo që duhet është që ta bëjmë këtë lidhje të qëndrueshme dhe më të strukturuar. Kjo mbetet sfida jon reale, pra si ta kthejmë energjinë dhe dëshirën e tyre në një partneritet të qëndrueshëm. Përgjigjja nuk është e thjeshtë dhe nuk është hartimi një politike të vetme apo një strategjie. Është një mënyrë e re të menduarit. Diaspora, siç përmendet shpesh, nuk është audiencë. Diaspora është bashkautore e zhvillimit të vendit. Në fund të ditës, gjithçka përkthehet në një fjalë të vetme, që është besimi. Besimi që kontributi yt ka vlerë. Besimi që institucionet shqiptare nuk janë pengesa, por janë partnere. Pra besimi që lidhja juaj është reale dhe jo simbolike. Vendimi për të kthyer normalisht nuk është i lehtë për askënd. Dhe sfidat e reintegrimit tregojnë qartë se duhet që të ndërtojmë ura më të forta dhe më funksionale. Diaspora nuk është më vetëm për te i detit apo për te i oqeanit. Diasporën e kemi këtu. Ajo është këtu me njohuri, eksperiencë dhe potencial për zhvillim. Ajo është një pjesë aktive e Shqipërisë. Ndaj, ndoshta është koha që të ndryshojmë pyetjen tonë. Dhe pyetja nuk është më si ta sjellim diasporën më afër, por duhet të jetë si ta bëjmë Shqipërinë pjesë të përditshmërisë së diasporës sonë. Nëse arrim këtë, atëherë nuk po ndërtojmë thjesht ura, por ndërtojmë një hapësirë të përbashkët ku kufit nuk kushtëzojnë më kthimin e diasporës në vend. Dhe së fundmi, dëshiroj të theksoj se ndërtimi i urave të komunikimit me diasporën dhe vendosja e diasporës në agendën institucionale përbën një hap të rëndësishëm që reflekton angazhimin e qeverisë shqiptare për ta kthyer diasporën në një partner të mirëfillt zhvillimi. Falenderoj.
Shumë faleminderit zonja Bajrama. Atëherë, unë po I rezervoj pyetjet e mia, duke qenë se ministri më dha leje që gjithkush nga ju të adresoj pyetje, kështu që unë nuk po bëj pyetje, thjesht do mundohem të moderoj. Unë thjesht kam vetëm një kërkesë. Pyetjet jenë sa më konkrete. Tjetë pyetje konkrete. Kush e do fjalën e para? Okej, zonja fjalë këtu po. Faleminderit. Okej. Quhem Anila Hyka, jam nënkretare e Këshillit Koordinues dhe me sigurinë e kemi bërë shumë pyetje përpara, por pyetja këtu konkrete është adresuar edhe ministrit, pastaj një pyetje e dytë e shkurtër do jetë dhe për parlamentin, për nënkretaren. Dhe para se të bëj pyetjen shumë shkurt, një gjë që unë do doja të vlerësonim të gjithë, sepse ky është një event I jashtëzakonshëm, është Agjencia Kombëtare dhe gjithë stafi I Agjencisë Kombëtare, punën që kanë bërë, që kanë qenë dispozicion. Unë e kuptoj që asnjë vend, edhe unë jam nga ato që organizoj edhe atje ku jam, gjithmonë ka vend për përmirësim, por ju lutem jepini vlerën përpara se të filloni kritikat. Dhe tani, zoti ministër ju e thatë shumë drejt dhe mua më keni kthyer shpresën që institucionet e diasporës do funksionojnë, është që a ka mundësi që institucioni sido që ta ketë emrin, po sot e ka Agjencia Kombëtare e Diasporës, tjetë në një vend të aksesueshëm nga gjithë diaspora, dhe mundësisht në qendër të Tiranës, në një vend domethënë që të gjithë ta kenë të lehtë të shkojnë, të diskutojnë dhe të bisedojnë, dhe hapi I dytë pastaj siç mund të jetë në përbashki, ne do ta bëjmë gjithë bashkë atë pjesë. Pyetja e dytë është për parlamentin. Mua vjen mirë që ju jeni këtu, sepse është hera e parë që ne po kemi dhe diskutimin me parlamentin. A ka mundësi që parlamenti ose të paktën kryesia e parlamentit të bëj një herë në muaj, rregullisht, online, dhe ato merren, dhe kjo është përvojë e parlamentit francez, është të hapi atë, si thua, listën për të regjistruar dhe ju mund t'i zgjidhni random, teknologjia ta lejon, takim me diasporën. Mirë do ishte ta bëshit me gjithë popullin shqiptar, po të paktën po e them si përfaqësuese e diasporës. Ju faleminderit. Atëherë, shumë faleminderit Anila, edhe një herë përgëzime për punën që ke bërë në nivel individual, por edhe në kuadër të Këshillit Koordinues të Diasporës. Për pyetjen, një përgjigje shumë të shkurtër për pyetjen dhe kam një përgjigje për pyetjen që s'mu bën, por që ishin disa komente shumë shkurt për prezantimet e anëtarëve të panelit. Natyrisht që kemi edhe shqiponjën tani këtu, kështu që domethënë do ta përmirësojmë çik më shumë. E para, nuk besoj se është çështja e aksesi. Natyrisht që nëse ka diçka për ta bërë, domethënë për ta bërë më të hapur, më të mirë, do ta bëhet patjetër, domethënë siç u thash, jemi në një periudhë reflektimi për të parë se si do ta bëjmë arkitekturën sa më funksionale, sa më të mirë, domethënë dëshira ime është që të jetë në një çati, të shikojmë, domethënë janë vendime që nuk janë të vështira për të marrë, por kur ti marrim do të jemi shumë të sigurt që po sjellim vlerë të shtuar. Gjithsesi, unë e mbajta shënim pyetjen. Doja Ermolela Çpari I përmendi pothuajse të tërë sallat, do në di pak a shumë se kush janë të tërë. Doja të përmenda dy mjek që janë aty të rreshtit tret. Njëri është nga Londra, njëri është nga Spanja dhe janë kontribues shumë të mirë, edhe pse nuk e reklamojnë asnjëherë punën e tyre. Por një prej tyre, dhe këtë e di, një prej tyre është nga ata që ka parë në një mënyrë shumë të konkrete, të thjeshtë. Unë kam kohë available, kam pak kohë dhe ka shkuar. Çka ka bërë? Ka bashkëpunuar me ambasadorin ton në Londër, zonin Ferizi, ka bërë konsulta falas për këto që ka dashur. Është një kontribut I drejt për drejt, konkret, nuk besoj se I ka ndryshuar jetën kujt, por ama ja ka përmirësuar ndoshta. Në lidhje me nivelin vendor, jam absolutisht dakord. Absolutisht që nuk mund të mjaftohemi vetëm me nivelin qendror. Domethënë natyrisht aty janë gjërat, aty merren vendimet e mëdha, por niveli vendor është absolutisht kyç. Madje unë këtë e them edhe nga perspektiva e Bashkimit Evropian, sepse 70% e aki komunitare është
e lidhur me pushtetin vendor. Dhe do duhet detyrimisht që ta kemi pushtetin vendor sa më të fuqizuar në mënyrë që të kuptojmë çfarë duhet, të bëjmë çfarë duhet dhe kur të vi momenti në 2030 apo kurdo, se mbas mund të jetë 29-ën, që të jemi antarë të Bashkimit Evropian, të kemi pushtetin vendor që është i aftë të kuptoj metodat, mënyrat e punës së Bashkimit Evropian në mënyrë që të përfitojnë nga ato që janë fondet më të mëdha solidare të Bashkimit Evropian, që janë fondet e koherencës. Por nëse nuk dim të shkruajmë, nuk do të na i pranojnë projektet, nuk do marrim parat do rrim në Bruksel. Ne nuk duam të rrim në Bruksel. Do të sjellemi në Shqipëri. Dhe pikërisht për të kemi pasur një panel, si asnjëherë tjetër, i cili ka qenë i fokusuar në pushtetin vendor, ka qenë ministri përkatës bashkë me antarë të tjerë të panelit. Në lidhje me brain circulation, është një teori absolutisht e verifikuar, është e padiskutueshme, kjo është mënyra më e mirë për ta kthyer trurin back pa i kërkuar që të vi fizikisht back. E dini cila është ëndra ime? Ëndra ime është që të kemi një platformë ku të ketë një klik. Unë jam jurist. Kam një javë kohë për t'i marrë të tëra në dispozicion. Dua ta kushtoj këtë javë, ku diun, Ministrisë së Integrimit, Ministrisë së Jashtme, ku diun, ligjeve që janë në diskutime të tjera, domethënë, më jepni mundësinë të kontribuoj. Dhe me këtë klik të shkoj atje ku duhet, të komunikoj me personin që duhet, të bjerë dakord se për çfarë duhet e të bëj atë që duhet. Kjo është ëndra ime. Se si do ta krijojmë këtë, unë e kam në kokë në një formë të caktuar. Anila e pas ka formulën, hajde ta bëjmë. Dhe e fundit fare, edhe pse unë kam shumë pak kohë në detyrë, por jam jashtëzakonisht i ndjeshëm me fakti që Shqipëria, institucionet, qeveria, ne të tërë, administrata publike duhet edhe hapur për talentet. Talentet i kemi në Shqipëri, talentet i kemi në Tiranë, po jo vetëm në Tiranë, talentet i kemi edhe jashtë. Dhe në filozofinë e saj që përmenda, pra domethënë në mënyrën për t'i bërë të gjithë të njësoj të interesuar, unë kam bërë një thirrje shumë të thjeshtë, po të shkoni te faqja e Ministrisë Punës së Jashtme do të klikoni atje dhe është një thirrje për krijimin e një rezerve talentesh. Pra, nëse mua do më duhen në muajt e ardhshëm 30, 50, 70 vet, sepse sistemi do zgjerohet, sepse detyrat tona do të shtohen, sepse përgjegjësitë tona do të jenë më të mëdha dhe unë nuk i kam ato talente sot, masi ti kemi certifikuar të gjithë ata që do duan të aplikojnë, do ta kemi shumë më të kollajt që t'i them faleminderit zonjë zotëri, ja ku kam nevojë e bën dot se bën dot. Pra, kjo është e para për treguar që dyert janë të hapura në përputhje me legjislacionin, në përputhje me vlerësim të ndërgjegjshëm, të sinqert dhe profesional dhe duke i ftuar të gjithë ata që kanë dëshirë të kontribuojnë, ta bëjmë në një mënyrë sa më moderne, sa më profesionale. Dashur Anila, duke qenë dhe Mikesha, ti do na ndihmosh që këtë projekt ta realizojmë dhe do kemi mundësitë, teknologjia e mundson një gjë të tillë. Eksperiencën tuaj e kemi, meqense tashmë ju keni një eksperiencë shumë të madhe në këtë fushë, kështu që unë besoj që në diskutim padyshim edhe me Komisionin për punën e jashtme, edhe me Komisionin për diasporën, por edhe me Institutin Parlamentar, kjo gjë mund të realizohet, mund të mundsohet dhe është një mënyrë shumë e mirë për të patur një bashkëpunim të vazhdueshëm me gjithë komunitetet tona kudo që janë. Faleminderit për idenë dhe uroj që ta realizojmë sa më shpejt. Zotërisë mbas kamerës, po. Përpara se të marrë fjalën, po vjen më një herë mikrofoni. Jo thjesht do doja të prezantoja Your Honor Edith Shkreli, e cila është banuar në këtë është bashkuar në këtë panel me pak vonesë, e ditë kënaqësi të kemi. Është gjyqtarja e parë shqiptare në New York, kështu që është një privilegj që e kemi mes nesh. Po zotëri. Faleminderit, Lutfi Vata, kryetari i Lidhjes Mësuesve Shqiptar në Britani dhe drejtori i shoqatës Ardmëria të shkollave shqipe. Desha të them vetëm një koment të shkurtër dhe kisha një pyetje në fund. Unë kemi 20 e ca vjet që jemi marrë me shkolla shqipe dhe jemi fokusuar vetëm të shkolla shqipe. Pse? Sepse është gjua ajo që është identiteti, është kënaqësia, është kultura, është gëzimi, është lumturia, është ajo që ne mos ta asimilomi. Dhe prandaj, duke qenë që ka shumë shoqata, ka shumë shkolla shqipe në gjithë diasporën, por nuk duhet të rrim vetëm atje në atë, ne duhet të shtojmë shkolla shqipe. Dhe cila është mënyra për të shtuar shkolla shqipe? Si ne edhe ju nuk kemi marrë fond në kashteti, por du të gjejmë mënyrat e bashkëpunimit me rrjetin e biznesit që janë në Britani. Dhe fal biznesit, donacioneve, biznesmenit shqiptarë që duhet i falenderoj përzemërsisht, ka 20 vjet që mbajnë shkollat shqipe të ardhmërisë në Britani. Dhe krahas kësaj, tilen tendencat partijake. Partia jonë në diasporë është partia e shqiptarisë.
të maj, të djathë, të qendrës, të gjithë së bashku, kombi është jonë, është i përbashkët, i dalim baje për vete, të themje gjërat troq, sepse ne ka qenë Ministri Diasporës, por më thos një që kemi kontaktuar Agjencinë Kombëtare Diasporës dhe nuk në është përgjigjur. Absolutisht, sa herë që kemi pas kontakte, në mënyrën më perfekte dhe profesionale, kemi marrë përgjigje. Me të gjithë ministrat unë që kam patur kontakt, kisha fatin të takoj dhe ministrin e ri tani në detyrë, t'japim i qik kohë dhe më pëlqeu shumë mënyra sepse ministra takuan për projektet mbaja, takuan për propozime konkrete dhe ku ti din ta argumentosh projektin që ke. Sepse është të merret pastaj me gjithë neve një ministër është e pa realizueshme. Prandaj t'japim kohë gjithë secilit dhe t'i shohim gjërat, jo direkt. Një barcelet shumë të shkurtër që ta lidh me gjithë të gjërat se duhet jemi edhe pak popullor, jo gjithmonë vetëm kështu. Një prind kishte një fëmijë, një djalë pa përgjegjshëm për martesë. Dhe dikur pas moshës ky djali erdhi për martesë dhe i thot: "Baba, unë ndjej vetëm për martesë." O, biru gëzu gjithë familja. Baba thot: "Unë kisha një kërkesë, po thot. Unë kërkoj vajzën e mbretit." Birë thot: "Po nuk e di, po kur t'ja tregojmë si histori mbretit, ndoshta edhe mbretit do bëj zemrën ngurë dashun." Baba thot: "Unë e du sonte." Birë thot: "Tani edhe u bëra, edhe vajzën e mbretit, edhe du sonte." Thot: "Ne i duam gjitha gjërat për një herish. Kështu që t'japim kohë çdo gjë që të arrijë në kohën e duhur dhe në momentin e duhur." Ju faleminderit dhe premtoj që me bizneset shqiptar shumë shpejt ministri jon do ta marrë në konsideratë të propozim dhe ne do kemi shtëpinë për Bashkën Britani. Faleminderit. Okej. Kërkesa, pyetja. Pyetje dhe një herë ju lutem. Okej, pyetje. I lëm komentet, pyetjes janë shumë. Pyetje. Vetëm një pyetje kam. Për trajnimin e mësuesve shqiptar që janë në diasporë. Të ketë sepse metodat e mësimdhënies të këtuajt madje janë të ndryshme. Prandaj nuk kërkojmë ndonjë gjë të madhe, thjesht trajnimin e mësuesve që japin mësim në diasporë. Faleminderit. Ministër. Atëherë, shumë shkurt, faleminderit një për fjalët e mira dhe sigurisht do na jepni pak kohë, domethënë sepse do miratojmë strategjinë, do e shohim, do kemi planin veprimit, do e shohim dhe pastaj do gjykojemi. Domethënë, në një vlerësimi kur ta bëj Gizi vlerësimin tjetër, ti e di si më i mirë. Ne natyrisht ka pas një panel të dedikuar djetë pak të një me Ministrin e Arsimit në lidhje me ndërveprimin ton në një aspekt për cilin unë mund të recitoj, të bëj poezi gjithë ditës, që e bëra djetë, më thënë për rëndësinë e gjuhës. Më thënë atë nuk e vëj absolutisht asnjëri ndryshim dhe është një nga akset e veprimit ton në mënyrë të padiskutueshme. Kemi filluar me hapa modest, edhe pse janë të kostuar, për të paguar mësuesit në vende të ndryshme. E kemi filluar me vendin më të afërt, me një nga fqinjet tanë, që është Greqia. Nuk kam asnjë hezitim ta them, sepse e kam në tavolinë propozimin dhe kemi rënë dakord në parim ta shtrim edhe në Itali. Do të ngjitemi lart e më lart. Do marrim hartën, do shikojmë kontributet, do shikojmë shkollat, do shikojmë numrin e mësuesve, do shikojmë sa është fatura dhe do bëjmë më të mirën. Pra do bëjmë më shumë se sa trajnimin. Dhe paneli i djeshëm, cilin unë s'kisha mundësi ta ndiqja, apo të paktën e di në atë përmbledhjen se për çfarë bëhesh fjalë për standardizimin e gjuhës dhe mësimdhënies. Dhe jam shumë dakord me ju që ne mund ta bëjmë trajnimin në online, në forma të ndryshme, na thoni, na kontaktoni, na jepni emrat, na jepni kohën dhe ta bëjmë. Atëherë, shumë duar, zonja në fjalë, po ju lutem edhe një herë, duke qenë se keni shumë duar, vetëm, okej, nuk ka problem, ju lutem edhe një herë, se duke qenë se jam gazetar e dua kohën koncize. Pyetje, analizat, komentet, më pas, pyetje. As komente, as një gjë. Unë vetëm i kërkoj ministrit edhe parlamentit që thjesht atë që thatë të na jepni, të na hapni dyert, të flasim. Ne kemi mbështetjen ambasadave dhe duhet të di diaspora që është ambasada me diasporën dhe pastaj është ministria, komunikimi jon i parë. Kam fatin të kem Artemisën përballë, kam fatin të kem ambasadorin tim të ri Ermalin, Agjencinë e Diasporës dhe kam vetëm një koment. Ju lutem diaspora. Shumë herë, unë kam 9 vite që veproj në Zvicër. Nuk kam kërkuar një lek nga shteti shqiptar, as kam për të kërkuar ndonjëherë një lek nga shteti shqiptar. Ju lutem, më i guardiani, unë jam antare dhomën të biznesit të diasporës, të veprojmë me bizneset e diasporës që të promovojnë kulturën tonë. Nuk kemi nevoj lekët e shtetit tonë, kemi nevoj promovimin ato që bëjnë shumë mirë ambasadorët tanë.
Ju lutem, vetëm ju na premtoni që do na promovoni me mënyrën më të mirë. Zëri juaj është dhe zëri jon. Ju faleminderit. Atëherë, ju lutem, kam disa duar që janë në krahun këtej, nëse mund të sillni mikrofon këtu se kam folur, edhe andej do vinë sërish, por ju lutem edhe një herë po ju kërkoj me shumë mirësjellje pyetje. Atëherë përshëndetje, hera e parë që ndodhem në një sallë modeste dhe me kaq pozitivitet nga ana e ministrit. Megjithëse jam pjesëmarrëse e 4 summiteve, unë sot do ikemi një shije më tepër pozitive se kurrë. Dhe për këtë ju falenderoj për gjithë shka që u dëgjua pozitivisht. Kristiana Veliu, 20 vjet, shkollë shoqat, veprimtari, mundim, sakrificë, sfidë dhe gjithë shka që kanë bërë dhe kolegët e mi gjithandej. Një nga themelueset e shkollës shqipe që është përballur me gojën e ujku, do ta thosha në gjuhën popullore, në patrat të Greqisë. Jam me fat që nuk u fut asnjëherë në dyert e burgut, por jam këtu sot dhe shijojmë të gjitha të punë që kemi dhënë kolegjal dhe aq më tepër në mbështetje të ambasadës tonë, në mbështetje më në fund edhe të mamës. Të mëmëdheut që pas 18 vitesh na nderoj me një stimulim. Për mua është tepër i vogël, por shumë i madh vlerësimi. Atëherë, me që ju nga të gjithë panelistët u dëgjua, jani, sillni projektet, sillni akademikët, sillni mendjen e zgjuar, sillni vullnetin tuaj dhe zellin që keni kaq vite sepse ju po e bëni, por ka munguar ai koordinimi i njohjes së drejt për drejt, që sapo e thatë ministri që nuk njohim që çfarë ka diaspora akoma. Akoma jemi në kërkim të rrënjëve. Atëherë ne i kemi të gjitha këto. Të paktën për patrën, kemi dhe akademikun, kemi dhe projektet, kemi dhe gjithçka të bukur që mesazhin që ruajmë traditën, kulturën dhe gjuhën tonë, që çdo ditë e mbjellim tek fëmijët të tanë atje, por ne duam mbështetjen tuaj, sepse buxheti im personal tashmë mbaroi. Kështu që ato projekte që vijnë nga Brukseli, ju lutem, në një mbledhje me bashkinë atje kam dëgjuar, ka shumë projekte që duhen shfrytëzuar në dobi të programeve të kulturës Shqipëri-Greqi. Ato rrin atje, nuk përdoren. Pra, duam ato mendjet e zgjuara që ato projekte përderisa ne i bëjmë një festival të traditës çdo tetor të çdo viti dhe atje ndërthurim të dy kulturat, Greqi-Shqipëri. Doli një festival tepër i bukur dhe si vjet do ta bëjmë akoma më të bukur me mundësinë edhe bashkëpunimit edhe nga Shqipëria, siç e patëm edhe vjet, por individuale deri sot. Kështu që ju lutem vëmendjen tuaj pak më tepër. Zoti ministër, me që kam dhe ambasadoren nga Greqia, zonja kërkon që të ketë një zyrë që të ketë konsulent për të marrë këto fonde. Dhe ambasadoren e kemi tu dhe ministrin këtu, se e bëra unë pyetjen se u bë analiza gjatë. Pyetja, mund të kemi një zyrë apo jo? Shiko, faleminderit. Po, Kam që ma bët pyetjen. E para njerë mirënjohje për tërë punën që keni bërë si mësuese dhe kam përshtypjen që një nga nderimet e mbrëmjes së djeshme, i cili nuk është asnjëherë i mjaftueshëm, por gjithmonë do bëjmë më shumë e më mirë, një nga nderimet ishte për shoqatën e mësuesve në Greqi. Pa në mënyrë të grupuar, kolektive, një shqiponjë që ishte ndarë në 100 shqiponja të tjera më të vogla se sa vetëm. Pra, një shqiponjë është pak, por thjesht për të thënë që as nuk i kemi harruar dhe as nuk kemi të paditur për kontributin dhe për punën për më tepër, në kushte të cilat në rrethana caktuara, në kohra caktuara nuk ka qenë të lehta dhe unë e kuptoj jashtëzakonisht mirë se sa ju është dashur ju për të investuar, për të punuar, për të mësuar gjuhën shqipe në një ambjentistë të vështirë. Shpresoj të kemi kaluar në një kohë kur ne s'kemi nevojë më për sakrifica për mësuar gjuhën shqipe, kemi nevojë vetëm për energji dhe vullnet. Në lidhje me atë që thatë. Tani, unë kam jetuar paksa jashtë edhe unë, domethënë ca kohë kam shititur paksa në Evropë, edhe kam parë, edhe kam ndërvepruar me komunitetet kur kam qenë direkt i përfshirë në bashkëpunimin me komunitetet shqiptare. Janë dy aspekte. I pari duhet jemi të zgjuar, duhet jemi smart. Ka para në çdo komunë për të bërë aktivitete për ata që dinë dhe duan. Pra ta vrasim mendjen se si kanë marrë komunitetet e tjera, çfarë kanë bërë ata të tjerë që janë ndoshta më të mëdhenj, pak rëndësika, nuk ka njëri në botën perëndimore ku ka demokraci që mos jetë interesuar për njerëz për të bashkëpunuar me ta sepse janë votuesit e tyre. Dhe këto e kanë që qartë të tërë. Kjo është i pari. I dyti që varet
I dyti që varet nga ne është absolutisht elementi i koordinimit. Pra, të mësojmë nga praktikat më të mira. Askush nuk ka lindur i ditur, të tërë i kemi mësuar shumë gjëra, të tërë për ama kemi qenë kurioz. Kemi qenë kurioz me sy hapur dhe me vesh të ngritur për të parë se si bëjnë të tjerët, pse i kanë bërë kaq mirë, pse i kanë bërë ndryshe nga ne, dhe arrit të mësojmë. Dhe ajo që unë ju kam premtuar, që nga foltoria, që dje e që do ta vazhdoj çdo ditë sa të jem në këtë pozicion, është që ne duam ta ndryshojmë këtë qasje. Pra, unë dua t'ju bëj juve më të kollajt për të ditur se ku mund ta marrësh atë informacion, kë mund të marrësh telefon. E nëse ndokush nga ministria që drejtoj unë nuk e ngre telefonin apo si përgjigjet emailit për një kohë të caktuar, nuk do të kenë shans të marrin emailin prapë. Okej. Po, Senaldo, po vetëm një sekond se është djali ka kërkuar fjalën që çfarë, më pas kalojmë vetëm një sekond, të lutem. Mirë dita, mirë mbrëma gjithë, kjo është fakti çuditshëm, nuk di si drejtorësh. Shumë i nderuar që kanë patur rastin të jenë pjesë e paneleve këtu ditë si audiencë, por edhe sot. Unë kam punuar për Ministrinë tonë të Jashtme, kam patur privilegjin e madh, si për Ministrinë tonë të Jashtme, ashtu edhe për Organizatën Ndërkombëtare të Migracionit dhe e njoh strategjinë e diasporës 2021-2025. Kam jetuar edhe në Bonn, Gjermani, ku punova për Deutsche Welle për këthuese 2 vjet dhe e njoh edhe këtë anë të eksperiencës së diasporës, e di mirë se çfarë thot për ne dhe se çfarë rëndësi ka. Megjithatë, më është dukur gjithmonë sikur fokusi ka qenë që diaspora të lidhet me Shqipërinë. Patjetër që bën kuptim sepse jo vetëm për ata që kanë mërguar jashtë prej dekadash, por edhe për një fëmijë që ka lindur ndoshta sot për një foshë të vogël, Shqipëria mbetet pa diskutim mëmdheu i tij. Por si mundet një iri apo profesionist shqiptar të lidhet me një homolog të tij në diasporë? Si mund të ketë një urë komunikimi ku profesionistët shqiptar të gjejnë një support nga tamam ai brain drain që tani shfrytëzohet ndoshta në 10 huaj, por që mund të sillet këtu në bashkëpunime që krijohen edhe nga brenda vendit. A mundemi ne për shembull të kemi programe rinore, shkëmbimi, të cilat nuk varen as nga Erasmus, as nga fondacionet të tjera të huaja. Programe siç për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë patur me vende të ndryshme ku të rinj vinin për të qëndruar një vit, ndoshta për të studiuar në gjimnaz, të mbështetur nga një familje në atë rast amerikane, në rastin tonë shqiptare, ku jepet mundësia të njohin edhe vendin e tyre mbas të rinjve të cilët akoma nuk kanë ardhur dot një herë në Shqipëri. Po sikur ne të kemi një iniciativë më të mirë kur vjen puna te arsimi, sikur ne të kemi një formë ku diaspora nuk është vetëm një koncept i përfshirë në të përgjithshmen, por është një koncept i studiuar veçanërisht. Për shembull të njohim më mirë dialektin arbëresh, të njohim iniciativat e Fanolit jo vetëm si poet e përkthyes e intelektual, por edhe si iniciator i lëvizjeve të rëndësishme në Shtetet e Bashkuara për të ndërtuar një komunitet shqiptar. Të njohim si shqiptarët që kanë emigruar në të gjithë globin dhe bëhet fjalë këtu për numra të rëndësishëm, mbase për gjysmën e kombit të njohim edhe të dimë se si këta njerëz ja kanë dalë, të ndërtojnë nga zeroja dhe të shndërrohen të paktën disa për individëve në figura të rëndësishme si për dheun e huaj, por në figura gjithashtu inspiruese për gjithën që jetojmë në Shqipëri. Faleminderit shumë. Pyetja për zotin ministër dhe për zonjën Xhafa, për dy të shumë nderuarit që ne kemi fatin të kemi përballë sot. Faleminderit shumë. Shumë shkurt. Është absolutisht thelbi i diskutimit ose i dëshirës time për diskutimin që doja të kishim sot. Pra, të marrim ide, të mbledhim ide, të marrim propozime, të marrim rekomandime dhe të shikojmë se si mund të integrojmë aq sa mund të jenë në strategji, po sidomos në planin e veprimit. Të gjitha ato që thoni ju janë absolutisht të sakta. Ne do mundohemi ti konkretizojmë në mënyrën më të mirë, me programe të caktuara të dedikuara për rinin, për studentët, për absolutisht çdo që mund të vendosi. Vetëm një gjë. Po e përsis dhe një herë. Është shumë e vështirë për ne të dimë se ku janë njerëzit nëse nuk manifestohen. Është shumë e vështirë për mua të di se ku i kam 21.000 njerëzit. Ermela tha 30.000, po e çoj tek 21.000 në Australi. Sepse nuk e dim, s'kemi pasur kontakt me ta, edhe pse kemi një përfaqësi atje, por që ai vend është i stërmath, është kontinent me vete. Prandaj do doja që duke marrë shkas edhe nga një pyetje që më bë dje nga një student në Lyon, i cili tha kam 20 vite dhe s'kam komunikuar, nuk kemi bashkëpunuar. Kush e ka penguar të flas me ambasadën tonë në Paris? Ti thoj, dhe në qoftë se ne jemi jo përgjegjës, në qoftë se ne nuk jemi responsive, se s'po vjen fjala tani nuk ju përgjigjemi dhe nuk tregojmë interes, atëherë unë do pranoja me turp që ne nuk po bëjmë punën tonë. Por do donim, duam, na duhet
të dim se ku i kemi njerëzit tanë, ku evoluojnë, për më tepër që mobiliteti njerëzor sot është absolutisht ai që e njohim të gjithë. Pra, na duhet të kemi shifrat e sakta, të dhënat e sakta, një harfizim sa më të mirë në mënyrë që të dim se çfarë të bëjmë ku dhe me kë. Por pajtohemi totalisht në tërë qasjen dhe pyetjen që bëhet dhe shqetësimin që ngreni, por edhe një herë, është eksaktësisht ajo që unë shpresoj të marrim nga ky panel dhe nga ky diskutim sot, propozime konkrete, opsione të ndryshme se si mund t'i kapitalizojmë të gjitha këto që janë interes të përbashkës. Zonja Qafa, se jeni ullur aty thjesht për të përgjigjur për pyetje, me që ishën panel nga që është ullur mes njerëzve. Po. Do doja t'i shtoja më shumë asaj që tha ministri, por kam thjesht edhe unë një pyetje për ju. Sa nga ju e kanë parë faqen e Agjencisë Kombëtare të Diasporës? Po të Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme? Po janë shumë pak nga këta që janë këtu. Pra, shikojeni se janë shumë interesante njerëz, së pari. Shikojeni se ne çdo javë, le të themi, çdo 10 ditë nxjerrim nga një histori suksesi. Pra, shikojeni, bëjnë like, këndajni, na propozoni, na shkruani dhe thoni që ne duam që sot të propozoni, të thoni që historia e suksesit për këtë herë është, le të themi, Alda nga Anglia ose dikush tjetër. Pra, na e thoni ju këtë. Ne përpiqemi nëpërmjet ambasadave të nderuara që janë duke bërë një punë shumë të mirë. Por duam edhe ndërveprimin tuaj. Unë ku mundem i kërkoj nëse ju doni të bëni regjistrim pranë regjistrit, siç e tha ministri, që ka agjencia. Është një shifër e cila më përpara ishte e ulët, por tani ka filluar të ngrihet sepse njerëzit kanë filluar dhe kërkojnë që të rjetëzohen, të kemi ne kontaktet e tyre, sepse her pas here ne ju dërgojmë aktivitetet që ne bëjmë. Kështu që duam ndërveprim. Edhe titulli i këtij paneli sot është ndërveprimi. Ju lutem, ndjehuni komod që të ndërveproni me ne. Okej, po zoti ministër, po patjetër. Shikoni, besoj gjithkush nga ju merr një mesazh automatik diku. Unë marr mesazh automatik nga një numër gazetash ku jam regjistruar, nga New York Times, nga Le Monde, janë të gjërat e mia, domethënë hobet e mia për të lexuar për ditë. Po e marr sepse e kam bërë unë regjistrimin. E marr se e kam kërkuar unë regjistrimin. Prandaj kërkojeni ta merrni. Okej, atëherë ju lutem, duke qenë se koha nuk premton shumë duar, është zonja që kishte që çfarë, më pas do japim zonjës që në fillim kërkoi të ndërhynte. Okej, patjetër, unë e prezantova, por marrim pak pyetje, një sekondë, tutem me ditë. Atëherë, Klarita Selmanaj, kryetare e lidhjes mësuesve shqiptar në Greqi. Do ta nis pak, jo siç dëshironi juve. Faleminderit për njohjet që keni dhe përgatitjen që keni dhe atë që na sollit fillimisht. Ne jemi vëzhgues. Këtë çast vëzhgojmë çdo lëvizje tuaj. Nuk na shpëton asgjë. Dhe jam e gëzuar që dëgjova ato që dëgjova, nuk i prisja. Faleminderit shumë dhe shpresoj dhe uroj që vazhdimi të jetë akoma më i mirë. E nderuar zonja Spahia, ke nderin më të madh të mësuesve të lidhjes, por paraqitjen që i bëre lidhjes dhe vlerave të mësuesve të Greqisë, atje ku duaj. Dua të falenderoj dhe zonjën Xhafa dhe bordin e saj për mbështetjen e menjëhershme që i bëri lidhjes mësuesve shqiptar në Greqi për të arritur atë rezultat të përsosur në seminarin e Hanjas. Atëherë, çështja ime kryesore është një korrigjim ndërkombëtar. Nuk kemi shkolla shqipe në diasporë. Kemi kurse të gjuhës shqipe. Grupime personale, ndatshme ndihmën ekonomike të dikujt, ndatsh si vullnetar. Nuk ekziston shkolla. Shkolla konsiderohet ndërtesë. Është një ndërtesë e cila ka klasa brenda. Ka dhoma për mësuesit, ka dhe banja, ka ujë, ka drita, ka dhe qira, nëse është shtetërore. Dhe ka lëndë të ndryshme. Nuk është vetëm gjuha shqipe dhe kultura shqiptare. Jemi të qartë për këtë, sepse është shpërndar një historik që nuk ekziston për ne. Nuk është reale kjo. E dyta, nuk jam dakord me paraqitjen që ne nuk kemi nevojë për ndihmën e shtetit shqiptar. Është politikë e shtetit shqiptar të mbrojë gjuhën shqipe në gjithë globin. Nuk është politikë e personave të veçantë. Është politikë shteti. Çdo shtet në botë bën atë që duhet bëj për gjuhën. Në qoftë se
njerëzit tanë të arritur, që kanë arritur në majat e ekonomisë, duan të ndihmojnë e din rrugën drejt nesh. Por ne nuk jemi të detyruar të ndjekim ata dhe të lutemi. Ne jemi të detyruar të drejtojmë shtetit ton, i cili do gjej rrugët apo do krijoj rrjetin ndaj të cilit do sillet e ne njerëzit që do ndihmojnë. Është detyrë dhe është me kushtetutë. Ju lutem shumë. Ktu ofendohet inteligjenca jon. Ju lutem zonjë për atë që thatë, na ofendoni. Në çastin që unë punoj gjithë ditën dhe të shtunën shkoj në shkollë dhe përpiqem të mbledh nxënësit dhe përpiqem të gjej klasën, e vetmja gjë që më ka ngelur është që unë të marr dhe të kërkoj dhe sponsor nga mbrapa për shkollën. Okej, mos të bëjmë debate me njëri tjetrit, okej? Është diçka që duhet. Dakor, mos bëjmë debate me njëri tjetrin se kemi edhe shumë pak kohë dhe do dohet merrem sa më shumë pyetje, kështu që realiteti është që arka e shtetit nuk e ka mundësinë që ne duam që të ketë. Por kjo nuk do të thotë se nuk duhet bërë hapi parë apo mundet të bëhet hapi parë, ajo është në dorën e shtetit tonë edhe personave përkatës që merren me këtë punë. Faleminderit shumë për Zoti ministër Dias përpara. Shikoni, ta mbajmë dialogun aty ku e filluam në mënyrë sa më civile dhe të jemi të qartë për ato që janë të bëshme, të mundshme, të realizueshme. Pra, edhe njerë, gjithë mirënjohja jon shkon për ju zonjë, për shoqatën tuaj, për mësuesit, ju dhe gjithë mësuesit e tjerë. Keni tër mirënjohjen tonë dhe ju shohim me admirim. E keni bërë me vullnetin tuaj, me dëshirën tuaj, me kohën tuaj, me të gjithë koston tuaj. Siç thash, Shqipëria sot është më mirë se dje, më mirë se pardje. E dim se nga ku vim dhe e dim se ku duam të shkojmë. Me ato mundësi që kemi do bëjmë aq sa mundemi. Do doja të bënim 10 fish më shumë. Do doja të kishim shkolla në çdo qytet në Greqi apo kudo ku kemi të identifikuar nevojat. Shpresoj të arrijmë një ditë, por të jemi mirëkuptues për mundësinë që kemi dhe si ato pak para që kemi, ato pak mundësi që kemi, t'i përdorim në mënyrën më të mirë. E kemi filluar me Greqinë për të paguar një shumë që është modeste në vetvete, por ama është një shumë e caktuar, sepse ka qenë zero dhe është bërë, nuk do të them se sa është, po është bërë disa qindra fish më shumë se sa zero. Do ta vazhdojmë ku kemi mundësi. Të jemi të duruar me njëri tjetrin, sepse nuk mungon dëshira, vetëm është problem mjetësh dhe organizimi sa më të mirë mes nesh. Por ama, pajtohemi që duhet bëjmë më shumë, më mirë, më fort, kudo ku ka mundësi. Për këtë s'ka si dyshim. Atëherë, përpara se kalojmë pyetjet, të kthehemi për te çdo limiti, do duhet të jap fjalën dhe zonjës Edi Shkreli. Zonja Shkreli, fjala është për ju. Për pyetjen që bërë idealin atje në fund me Syze. Stenaldo? Mirë. Unë faktikisht për shkak të rolit, të më thënë që kam në Amerikë, jam shumë e konfizume me se çfarë mund të bëj. Por jam mundu të më thënë me marrë me të rejtë shqiptarë që jetojnë në Amerikë, nëpërmjet organizatë OpenAL, që edhe Anila më duket është tek bordi e OpenAL. Dhe ata sjellin, do të thënë shqiptar, fëmijë shqiptar që kanë linë në vendet të ndryshme të botës, dhe i sjellin në Shqipëri, Kosovë, për disa javë. Më duket se në vere, 2 javë në verë. Dhe faktikisht fola me Avnion, edhe i thash, pse nuk bëjmë kundërtën? Pse nuk sjellim fëmijë shqiptar që jetojnë në trojet shqiptare, dhe t'i sjellim në për vendet ndryshme të botës, për eksperiencë. E di që të më thanë duhet, është një angazhim shumë më i madh, por mendoj që është diçka që realizohet. Edhe në qoftë se janë vetëm 10 në çdo vit. 10 është më mirë se 0, edhe mund të jetë për arsim një vit ose mund të jetë edhe për punësim. Unë kisha marrë të më thanë studente shqiptar me punu me mu në Gjekatë. Kështu që edhe nuk vetëm mendoj që me vështirësia më e madhe, më falë se unë kam vështirësia të më e madhe është se si mund të lidhen, se si diaspora mund të regjistrohen për me pranu të ri shqiptarë që mund shkojnë në për vendet ndryshme të botës. Dhe si mund të akomodohen, dhe janë shumë gjëra të tjera.
Okej, në rregull. Atëherë, jemi përtesh do limiti, sepse ministri ka një takim në orën 16. Po, jemi përtesh do limiti, po kemi ardhur ardhur një komunitet tërë këtu nga Greqia. Do ta shtyj takimin, po vetëm shkurt. Atëherë, ju lutem, pyetje, nëse doni vetëm pyetje, ju lutem lëreni komentet, pyetjet. Po. Kemi pyetje, kemi dhe një koment. Rovena Xhori, kryetari i komunitetit shqiptar në Greqi. Jemi një komunitet shumë i madh që jemi prezent sot këtu me mësuesit tanë, me aktivistë ndryshëm. Ju lutem të respektojmë pak njëri tjetrin. Okej, nëse nuk kemi respekt për njëri tjetrin, atëherë kot sa jemi mbledhur këtu, faleminderit. Zoti ministër, ju e mbyllët fjalën tuaj se ka mbajtur këtu disa shënime duke thënë që diaspora nuk ka nevojë për gjë tjetër veçse për vëmendjen dhe dëgjimin. Ne kemi nevojë dhe për zgjidhje të problemeve të ndryshme që kemi atje ku jetojmë përveç gjitha këtyre. Na gëzojnë jashtë mase arritjet e shtetit ton, për këtë të jeni të bindur të gjithë, por duhen parë edhe disa probleme që ne kemi atje, përveç atyre që ne mund t'i ofrojmë vendit ton, që e kemi bërë historikisht dhe do vazhdojmë ta bëjmë, nuk ka dyshim për këtë. Kemi dhe ne ama problemet tona. Unë i njoh mirë shumë disa prej tyre dhe do desha që t'i përmend këtu, siç është marrëveshja e pensioneve. Do desha këtu, nuk e di, të propozoj, a mendoni ju që është e mundur që pikërisht për atë brezin e parë që u përmend këtu, i cili pa dyshim ka një kontribut të jashtëzakonshëm edhe në Shqipëri, por që atje ku mërguan ikën në moshë të re nuk kanë ato vitet e pensioneve në Shqipëri dhe nuk i kanë as atje sepse punuan në punë të zezë për arsye të ndryshme që të gjithë i dim dhe që nuk ishin në dorën e tyre, të krijohet ndoshta një fond humanitar, një pension humanitar që shteti shqiptar këta njerëz t'i mbështesi pak në këtë moshë të thyer që janë sot. Kjo është e para një propozim. Së dyti, do desha, jam dakord aty ku thatë për hartimin e strategjisë për diferencimin e diasporës, sepse vërteta është që është ndryshe diaspora e Greqisë, që unë e njoh mirë, dhe ndryshe ti je patriot në Suedi apo në New York, edhe ndryshe ti je patriot në Greqi. Vështirësitë janë të ndryshme. Për shembull, mund të sjell këtu shembullin që arbëreshët kanë një tjetër lidhje me shtetin shqiptar, kurse arvanitasit e kanë pak më të ftohtë këtë lidhje. Janë politikat që janë ndër vite ato që kanë krijuar këto gjëra. Pastaj sjellja qytetare në pika doganore është shumë e rëndësishme, të paktën ne të Greqisë këtë e vuajmë dhe shohim shumë shpesh. Ne jemi akoma në ato pika që hapen valigjet, kontrollohen, është një sjellje jo qytetare. Kështu që mendoj që duhet mëshuar pak më shumë nga shteti shqiptar në këto takime zyrtare që bëhen, që këto gjëra të zbuten. Qendrat kulturore, përveç atyre që do ndërtohen, dhe ne kemi një informacion dhe nga ambasada jonë që janë bërë hapa në lidhje me këtë, ne atje ku jetojmë në Greqi ju lutem pak qetësi. Atëherë ju lutem pak qetësi sepse atëherë ju lutem, me gjithë respektin tuaj, kjo sallë duhet lirohet në orën 16, kështu që zonja duhet mbylli pyetjet sepse kjo ka tjetër aktivitet, kështu që të lutem përfundojeni këtë, t'japi përgjigjen ministrit dhe duhet të lirojmë sallën. Përveç qendrës kulturore që ne kërkojmë në Athinë së pari, ne atje funksionojmë dhe disa zyra të tjera, komuniteti shqiptar ka një zyrë tjetër që funksionon deri tani si një qendër e vogël kulturore. Do deshëm mbështetjen tuaj që këto pika të mos mbyllen, sepse një qendër kulturore nuk do mjaftojë. Dhe unë nuk jam dakord që ne nuk duhet të kërkojmë asgjë nga ana monetare nga shteti shqiptar, sepse nëse ne bëjmë të hapim dhe shkollat shqipe, të përcjellim gjuhën, traditat, vlerat dhe çdo gjë, të krijojmë këto komunikimin me shtetin grek dhe me shtetin shqiptar, nuk mund të gjejmë edhe fondet që të vazhdojmë punën tonë vullnetare. Dhe që ta mbyll me brezin e dytë dhe të tretë, që është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme, në Greqi ne kemi njerëz shumë të suksesshëm, studentë të brezit të 2 dhe të 3, kanë historitë e tyre të suksesit, janë profesionistë të vërtet, duhet gjetur një mënyrë që t'u çelen dyert, pasi kanë përshtypjen se i kemi moshuar folklorit aq fort, saqë këta të rinj kanë idenë që Shqipëria është polifoni, veshje këngë popullore dhe byrek. Shqipëria
duhet të tregoj këto dyert e hapura më shumë për brezin e ri. Duhet gjetur mënyra dhe mënyrën ju lutem ta gjeni ju. Dy pyetjet e fundit janë. Zonjë, ju lutem se duhet liruar salla, po. Strategjia e re kur do të paraqitet, ju lutem, do ishte mirë ta kishim ditur këtë para se sa të vinim këtu dhe kur do të kemi përgjigje për projektet që kemi paraqitur në AKD për 2026. Faleminderit. Zoti ministër, se duhet liruar salla. Shumë shpejt. Lidhe me pensionet. Është një nga pikat e diskutimit që unë do kem shumë shpejt me homologun grek, kemi bërë me vendet të tjera, kemi modele, do ndërtojmë mbi praktikat më të mira, nuk janë negociatet të thjeshta, janë të lidhura me interesa financiare, natyrisht ne nuk I imponojmë dot askujt, do mundohemi të gjejmë gjuhën më të mirë dhe do mundohemi të gjejmë momentin më të mirë për të diskutuar dhe për tu dakordsuar. Por është absolutisht një nga pikat e rëndësishme në diskutimet tona me palën greke. Përket asaj që thatë, domethënë shumë njerëz kanë punuar në të zezë, nëse kanë punuar në të zezë nuk kanë paguar kontribute. S'kan paguar taksa. Pra domethënë, tani mos na bëni neve domethënë Okej, ju lutem se jemi për të çdo. Një sekond, flet ministri të mbyllim. Nuk e thash unë, e tha zonja. Kështu që, domethënë, gjithsesi, këto janë diskutime teknike, komplekse dhe nuk besoj se zgjidhim sot domethënë, por ajo që për cilën mund t'ju siguroj është që ne do mundohemi të gjejmë zgjidhjet më të mira që janë në interes të gjithë atyre që duhet të kenë të marrin përfitimet, sido që të kenë qenë situatat dhe rrethanat. Në lidhje me pikat doganore, kam përshtypjen që sistemi do të Sistemi I kalimit të kufirit do të përmirësohet me hyrjen e entry-exit system, ku s'ka më vula, e tjera, domethënë, por edhe njëherë ne nuk I imponojmë dot një vendi tjetër për mënyrën se si kontrollon kufit. Edhe mua më kanë kontrolluar, dhe mua më kanë hapur valixhen, nuk kam pasur gjë për të fshehur, nuk më ka pëlqyer shumë, po do zbatojmë rregullat e secili vend. Në lidhje me qendrat kulturore, ju thash, mund të kemi qendra kulturore në vendet e ndryshme, do mundohemi të mbështesim në maksimumin e mundshëm. Dhe strategjia e re, nëse do e kishit konsultuar faqen e Ministrisë Jashtme, do e kishit gjetur informacionin atje. Strategjia është, do të jetë në linjë dhe do mund ta konsultoni, do mund ta shkruani, do mund të bëni propozime si gjithë të tjerë. Okej, shumë faleminderit zoti ministër, shumë faleminderit gjithë panelistëve, vlerësoj. Çfarë? Hajde zonjë. Zonjë. Hajde, okej. Eja.